Në vitin 2015, kur punonësit e shërbimit social hynë në një apartament të vogël në katin e 4 të një pallati të vjetër socialist në lagjen Kombinat të Tiranës, era që i goditi ishte ajo e mykut, e urinës dhe e diçkaje më të keqe, era e harresës. Në dhomën e vetme, mes mobiljeve të thyra dhe shisheve të zbrasta të rakis, gjetën një plak të shtrirë në një shtrat të vjetër me çarçaf të ndyrë. Ishte gjallë, por mezi merrte frymë, dhe trupi i tij i dobët dukej sikur ishte vetëm lëkurë mbi kocka. Rreth tij ishin shpërndar letra të verdhura nga koha, fotografi të zbehura dhe një kuti metalike e vjetër me një shënim të shkruar me shkrim dore që thoshte: "Mos e hapni. Brenda është e vërteta që më vrau." Punonësit e thirrën ambulancën dhe e çuan në spitalin Shefqet Ndroçi. Mjekët që e ekzaminuan thanë se kishte ditë, jo javë për të jetuar, mëlçia e tij ishte e shkatëruar nga alkooli, zemra punonte me vështirësi, dhe trupi i tij ishte thjesht një hije e asaj që kishte qenë dikur. Por askush nuk e pyeti kush ishte. Askush nuk e njohu. Vetëm një infermiere e vjetër, duke parë fytyrën e tij të rrudhur dhe sytë e thellë që dikur kishin ndezur skenat më të mëdha të vendit, ndaloi dhe tha me zë të druajtur dhe plot mosbesim: "Zoti im, a nuk është ky Pandi Raidi?" Kolegët e saj e shikuan të hutuar, sepse emri nuk u thoshte asgjë, ishin shumë të rinj për ta mbajtur mend. Por ajo mbante mend. Mbante mend zërin që kishte bërë të qante një kom të tërë. Mbante mend njeriun që dikur quhej artisti i popullit, që kishte marrë çmime nga vet Enver Hoxha, që kishte qenë fytyra e teatrit shqiptar për më shumë se 3 dekada. Si ishte e mundur që legjenda e skenës kombëtare të vdiste e harruar si një qen rruge në një apartament që nuk kishte as ngrohje? Kush e hodhi atë në këtë ferë? Çfarë bëri shteti që dikur e ngriti në piedestal? Dhe çfarë fshenin ato letra në kutinë metalike që ai e mbante si thesar të fundit? Pandi Raidi nuk ishte thjesht aktor, ai ishte zë, ishte shpirt, ishte mishërimi i dhimbjes dhe krenarisë kombëtare në kohën më të errët të historisë shqiptare. Në vitet e 70-ta dhe 80-ta, kur Shqipëria ishte e mbyllur nga bota si një burg i madh, kur njerëzit jetonin në frikë të vazhdueshme nga sigurimi i shtetit dhe në varfëri që i bënte të hanin bukë me ujë, Pandi Raidi ishte drita e vetme në errësirë. Kur hynte në skenën e teatrit kombëtar, salla fikej dhe një heshtje e shenjtë zbriste mbi publikun. Edhe para se të fliste fjalën e parë, njerëzit e dinin se do të përjetonin diçka që do t'u mbetej në shpirt për gjithmonë. Zëri i tij kishte atë cilësi të rrallë që të bënte të dridheshe, ishte i thellë, i pasur, plot me ngjyrime emocionale që mund të çonin nga lotët në ekstaz brenda disa fjalëve. Mund të luante mbretër të mëdhenj dhe mund të luante sklever të poshtëruar, mund të luante tradhtar të mallkuar dhe mund të luante hero kombëtar, dhe çdo herë ishte aq i vërtet, aq i plot, aq i gjallë sa njerëzit harronin se ishte vetëm teatr dhe mendonin se po shikonin vetë shpirtin e kombit në skenë. Kritikët e quanin zërin e kombit dhe shpirti i skenës shqiptare. Regjizorët më të mëdhenj të kohës luftonin për ta pasur në shfaqjet e tyre. Dhe gratë? Ato e adhuruan me një pasion që shkonte përtej admirimit artistik i gjatë, me sy të zjarrt që dukej se shikonin nëpër shpirtin tënd, me një prezencë që mbushte çdo hapësirë ku hynte. Pandi ishte më shumë se aktor, ishte simbol i një kohe, i një vendi, i një populli që kërkonte diçka të bukur në mes të errësirës. Por pas perdes së kuqe të teatrit, në dhomën e tij të vogël të veshjeve ku erënte djersë e ngrohtë dhe pudër i lirë, ishte një njeri tjetër. I lodhur, i frikësuar, i vetmuar. Dhe çdo vit që kalonte, ai pinte më shumë raki për të harruar diçka që askush nuk e dinte. Gruaja e tij, Lule, një grua e heshtur me sy të trishtuar që kishin parë shumë dhimbje, e duroi këtë për dekada të tëra. E dinte se gjenia kishte çmimin e saj të lartë. Se pas çdo triumfi në skenë vinte rënia në shtëpi. Se pas duartrokitjeve që zgjatën minuta të tëra vinte heshtja e rëndë e apartamentit të tyre të vogël, ku Pandi ulej pranë dritares me një shishe raki në dorë dhe shikonte në errësirën e natës pa thënë asnjë fjalë. Kishin 2 fëmijë, vajzën Mirela, që ishte e butë dhe e bindur si nëna, dhe djalin Artan, që ishte i ashpër dhe i drejtë si babai. Të dy trashëguan talentin e babait të tyre. Të dy donin të shkonin në skenë dhe të ndiqnin gjurmët e tij. Por vetëm njëri prej tyre kishte guximin dhe kryenësinë t'i thoshte babait të vërtetën në sy. Dhe pikërisht kjo guxim i kushtoi gjithçka, familjen, karrierën dhe në fund edhe shpirtin. Artan ishte ndryshe që në fëmijëri të hershme. Ndërsa Mirela dëgjonte në heshtje dhe pranonte gjithçka që i thuhej, Artan pyeste dhe kërkonte përgjigje.
Ndërsa Mirela admironte baban me sy plot dashuri dhe respekt, Artan e vëzhgonte me sy kritik dhe pa iluzione. E pasi babai kthehej nga teatri në orët e vona të natës i dehur dhe duke u mbështetur në mure. E pasi nëna qante në heshtje në kuzhinë ndërsa lante enën. E pasi babai godiste me grusht tavolinën e vjetër të drurit dhe bërtiste në askënd, duke thënë fjalë që nuk kishin kuptim. Dhe kur ishte 15 vjeç, në një darkë familjare ku babai kishte pirë më shumë se zakonisht, Artan tha me zë të lartë dhe të qartë atë që të gjithë e mendonin, por askush nuk guxonte ta thoshte: "Baba, ti je alkoolik dhe po na shkatëron të gjithëve jetën." Pandi Raidi, që ishte ulur në krye të tavolinës, u ngrit ngadalë, shkoi me hapa të rënda te djali dhe i dha një shuplak aq të fortë sa djali ra nga karriga dhe goditi 2 shemen. Pastaj, duke qëndruar mbi të me sy plot zemërim dhe diçka tjetër, turp, ndoshta, tha me zë të ulët dhe kërcënues: "Derisa të jetosh nën këtë çati, do të heshtësh për atë që nuk e kupton." Artan fshiu gjakun që i rrinte nga buzët e plasura dhe, duke u ngritur ngadalë, ju përgjigj me një qetësi të ftohtë që ishte më e frikshme se çdo bërtitje: "Atëherë unë do të iki nga kjo çati." Dhe iku. Ishte 16 vjeç dhe nuk kishte asgjë përveç rrobave që mbante. Askush atëherë nuk e dinte se kjo grindje e dhunshme ishte vetëm fillimi i një tragjedieje që do të zgjaste 30 vjet. Se pas disa vitesh do të vinte një natë e errët që do ta ndante familjen përgjithmonë dhe do ta shndërronte dashurinë në urrejtje. Një natë kur Pandi Raidi, i dehur dhe i dëshpëruar, do të bënte diçka të tmerrshme që do ta ndjek deri në varr. Diçka që djali i tij do ta shihte me sytë e vet dhe do të detyrohej të zgjidhte mes 2 ferrave: të heshë dhe të mbrojë baban, apo të flasë dhe të tradhtoj gjakun e vet, të lejoj që një i pafajshëm të harrohet, apo të shkatërroj familjen e tij për një drejtësi që ndoshta nuk do të vinte kurrë. Vitet 80 ishin koha e artë për Pandi Raidin, vitet kur emri i tij shkëlqente më së shumti në qiellin e artit shqiptar. Luante në çdo premierë të dytë ose të tretë në teatrin kombëtar. Fytyra e tij ishte në afishe të mëdha që vareshin në të gjithë Tiranën, në sheshin Skënderbej, në hyrjen e Pallatit të Kulturës, në muret e teatrove të qyteteve të tjera. Në vitin 1982 mori titullin prestigjioz Artist i merituar i popullit, një nder që jepej vetëm për ata që kishin shërbyer me besnikëri ndaj artit socialist. Regjizori i famshëm Piromani, që kishte punuar me të në 10 shfaqje, tha për të në një intervistë që u botua në gazetën Drita: "Raidi nuk është thjesht aktor, ai është forcë natyre, është tërmet emocional, është diçka që nuk mund ta mësosh në asnjë shkollë, sepse vjen nga thellësitë e shpirtit." Por në shtëpi, pas dyrëve të mbyllura të apartamentit të tyre të vogël në katin e 5 të një pallati në lagjen Selit, ishte stujë e vazhdueshme. Lule, gruaja e tij që kishte qenë dikur e bukur dhe plot jetë, tani kishte sytë e thelluar nga lodhja dhe flokët e thinjur para kohe, dhe nuk i besonte më premtimet e burrit. Sa herë i kishte betuar ai se do të linte pirjen? 10 herë? 20 herë? 30? Ajo kishte humbur llogarinë. Çdo herë zgjaste një javë, ndoshta 2, dhe Pandi dukej sikur po kthehej në njeriun që kishte qenë dikur. Pastaj vinte një premierë e re, një fest pas shfaqjes, dhe Pandi kthehej në 5 ose 6 të mëngjesit me këmishën e grisur, me sy të kuq dhe të zbrazët, dhe me erë të fortë alkooli që mbushte të gjithë apartamentin. Mirela, vajza e tyre, kishte mësuar të kërkonte falje për baban kur vinin mysafir ose kur telefononte dikush nga teatri. Babi është artist i madh, ai e ka nevojë këtë për të krijuar, për të dhënë gjithçka në skenë, thoshte ajo me një zë të vogël dhe të bindur. Por Artan, djali që tashmë jetonte vetë në një dhomë të vogël të dhënë me qira në lagjen Kombinat dhe kishte filluar të luante në teatër të vogla eksperimentale, heshte kur dëgjonte këto justifikime. Kur takoheshin rastësisht në rrugë ose në ndonjë ngjarje kulturore, babai bënte sikur nuk e shihte djalin, kalonte pranë tij pa e përshëndetur, pa e njohur. Dhe Artan ja kthente të njëjtën, kalonte pranë tij me kokën lart dhe pa asnjë shenjë njohjeje, sikur të ishin 2 të huaj të plodh. Në vitin 1986 ndodhi diçka që e shkatërroi familjen Raidi përgjithmonë dhe që e ndryshoi rrjedhën e jetës së të gjithëve. Ishte në natën nga e premtja në të shtunë, në datën 13 dhjetor, një natë të ftohtë dimri kur era e veriut frynte fort dhe rrugët e Tiranës ishin pothuajse të zbrazta. Pandi Raidi festonte me kolegët e tij suksesin e madh të shfaqjes së re Mbreti Lear, ku ai luante rolin kryesor dhe kishte marrë kritika të shkëlqyera. Pinë në restorantin Dajti, një nga vendet e pakta ku artistët mund të mblidheshin, deri në orën e mbylljes në mesnatë.
Pastaj, sepse festa nuk mund të mbaronte kështu, vazhduan në apartamentin e një prej aktorëve të rinj që jetonte vetëm. Aty pin edhe më shumë, raki të fortë, verë të kuqe, konjak të vjetër që dikush e kishte sjell nga jashtë. Rreth orës 3 të mëngjesit, kur të gjithë ishin të dehur dhe të lodhur, Raidi vendosi se duhej të shkonte në shtëpi sepse nesër kishte provë të rëndësishme. Shokët e tij u përpoqën ta ndalonin, por jo shumë fort. Ishte Raidi, legjenda, burri që kishte luajtur para Enver Hoxhës dhe kishte marrë duartrokitje nga vetë shefi. Kush do të guxonte ti merrte çelsat dhe ti thoshte se nuk mund të drejtonte. U ngjit në ladan e tij të vjetër të bardhë që kishte bler me kursime të shumë viteve dhe u nis nëpër rrugët e zbrazta dhe të errëta të Tiranës. Shkonte shpejt, shumë më shpejt se sa duhej. Në kryqëzimin pranë sheshit Skënderbej, ku qëndronte statuja e madhe e heroit kombëtar, nuk pa dritën e kuqe të semaforit. Dhe nuk pa as burrin që po kalonte ngadalë në përshenjat e bardhë të kalimit të këmbësorëve. Goditja tingëlloi si një plumb i madh në heshtjen e natës. Burri fluturoi 5 ose 6 metra në ajër dhe ra me një tingull të tmerrshëm mbi asfalt. Raidi frenoi me forcë dhe makina ndaloi duke lënë gjurmë të zeza gome në rrugë. Doli nga makina duke u lëkundur, shkoi me hapa të pasigurt të trupi që shtihej i palvishëm në mes të rrugës, u përkul dhe pa një plak me pallto gri dhe kapele të vjetër. Nga koka e plakut rinte gjak i zi që formonte një pellg të vogël. Raidi e pa këtë dhe pastaj bëri diçka që e ndjeki deri në vdekje dhe që e shndërroi në një fantazm të gjallë, u ngrit, u kthye në makinë, u ngjit brenda dhe iku. Thjesht iku. E la atje një njeri duke vdekur në mes të rrugës së ftohtë dhe u zhduk në natë duke drejtuar me shpejtësi drejt shtëpisë. Askush nuk e pa. Të paktën kështu mendonte ai ndërsa dridhej pas timonit. Por dikush ishte atje. Në anën tjetër të rrugës, në hijen e errët të një hyrjeje të pallatit, qëndronte një burr i ri me xhaketë të vjetër pune që po kthehej nga turni i natës në fabrikën e tekstileve. Dhe ai burr ishte Artan Raidi, djali i tij. Artan pa gjithçka me sytë e vet pasi makina e bardhë e babait goditi burrin. Pasi babai doli nga makina duke u lëkundur. Pasi u përkul mbi viktimën dhe e shikoi për disa sekonda. Pasi u kthye përreth me panik për të parë nëse kishte dëshmitar. Dhe pasi u ngjit përsëri në makinë dhe iku me shpejtësi. Artan qëndroi i ngrirë në hije për disa sekonda që i duken si orë të tëra. Nuk mund të besonte atë që kishin parë sytë e tij. Pastaj, kur truri i tij filloi të punonte përsëri, vrapoi me të gjitha forcat të burrit që shtihej në mes të rrugës. Ishte një plak, ndoshta 60 ose 65 vjeç, me një pallto gri të vjetër dhe një kapele që kishte rënë disa metra më tutje. Merrte frym, por me vështirësi të madhe, frymmarrjet ishin të shkurtra dhe të dhimbshme. Nga koka i rinte gjak i freskët që formonte një pellg gjithnjë e më të madh. Artan nxori nga xhepi dorën e tij të dridhur dhe thiri ambulancën nga një kabinë telefonike që ishte në qoshe. Pastaj thiri policinë. Dhe kur polici që erdhi pas 10 minutash e pyeti nëse kishte parë shoferin që kishte ikur, Artan, pas një heshtjeje të gjatë ku mendoi për gjithçka që mund të ndodhte, tha me zë të ulët, jo. Ishte shumë errësirë. Nuk pash asgjë të qartë. Pse gënjeu? Sepse ishte babai i tij, gjaku i tij, burri që i kishte dhënë jetën. Sepse e dinte se e vërteta do të thoshte fundi i karrierës së babait, fundi i familjes, fundi i gjithçkaje që kishin ndërtuar. Sepse, pavarësisht nga gjithçka që kishte ndodhur mes tyre, ende kishte diçka brenda tij që nuk mund ta tradhtonte gjakun. Por ajo gënjeshtër filloi ta hante nga brenda që në atë moment. Burri në rrugë quhej Petrit Kola. Ishte pensionist, ish mësues matematike që kishte mësuar në shkollën e mesme Qemal Stafa për 35 vjet. Kishte grua që quhej Drita dhe 2 vajza të rritura që ishin martuar dhe jetonin në qytete të tjera. Vdiq 3 ditë pas aksidentit në spitalin Shefqet Ndroqi, pa u zgjuar asnjëherë nga koma e thellë. Policia filloi hetimet për të gjetur shoferin që kishte ikur. Hetuesit folën me njerëzit që jetonin në pallatet përreth. Por askush nuk kishte parë asgjë, ishte natë e vonë dhe të gjithë po flinin. Rasti mbeti i pasgjidhur dhe u mbyll pas 6 muajsh si aksident me autor të panjohur. Dhe Pandi Raidi? Ai nuk u shfaq në varrim, por u shfaq në teatr.
Një javë pas aksidentit luajti në shfaqjen Hamlet dhe interpretimi i tij ishte aq i fuqishëm, aq i dhimbshëm, aq i mbushur me një lloj dëshpërimi të vërtetë sa publiku qëndroi në këmbë dhe duartrokiti për 5 minuta të plota. Një kritik shkroi në gazetën Zëri i popullit, Raidi luan me një intensitet demoniak, sikur po shikon vdekjen në sy dhe po lufton me të. Kjo është arti në formën e tij më të lartë. Sikur të dinte sa afër ishte e vërteta që shkruante. Artan nuk pa baban për 6 muaj të plot pas asaj nate. Pastaj një ditë, në një mëngjes të ftohtë marsi, erdhi në shtëpinë ku kishte rritur. Lule hapi derën dhe kur e pa, filloi të qante dhe e përqafoi fort. Mirela ishte në provë në teatr. Babai ulej në dhomën e ndenjes dhe lexonte gazetën Bashkimi. Kur Artan hyri në dhomë, babai ngadalë i la gazetat mënjan, e shikoi me një shprehje të vështirë për t'u lexuar dhe tha me zë të ulët: "Çfarë do këtu?" Artan u ul në karrigen përballë tij, e shikoi drejt në sy dhe tha me zë të qetë por të qartë: "E di çfarë bëre atë natë. Të pash me sytë e mi. Isha atje." Raidi u zbe dhe fytyra e tij u bë e bardhë si gëlqere. Pastaj u përkul përpara, vuri bëryllat në gjunjë dhe pyeti me zë të druajtur: "Ja the dikujt?" "Policia e di." Artan tundi kokën ngadalë. "Pse jo?" pyeti babai me një zë që ishte mes lehtësimit dhe frikës. "Sepse je babai im," ju përgjigj Artan. "Por mos më trajto më kurrë si djalë. Mos më shiko më kurrë. Mos më fol më kurrë. Sepse unë e di kush je në të vërtetë. Dhe ti e di që unë e di." Raidi u ngrit ngadalë, shkoi te dritarja e madhe që jepte nga rruga dhe qëndroi atje duke shikuar jashtë për një kohë shumë të gjatë pa thënë asnjë fjalë. Pastaj, pa u kthyer, tha me zë të thyer: "Nëse ja thua dikujt, do ta shkatërrosh të gjithë familjen. Nënën tënde që të do më shumë se jetën. Mirelën që të admiron. Veten që do të mbash këtë barë për gjithmonë. Të gjithë ne do të shkatërrohemi." Artan u ngrit, shkoi drejt derës dhe para se të dilte, u kthye dhe tha: "Ti na shkatërrove tashmë atë natë kur e le atë njeri të vdiste vetëm në rrugë. Unë vetëm po mbaj copat e thyera së bashku." Dhe u largua. Ishte hera e fundit që folën si baba e birë. Gjithçka tjetër që erdhi pas ishte vetëm heshtje e rëndë, urrëtie e fshehur dhe pritje e gjatë për fund. Por pse Artan nuk foli kurrë? Çfarë e mbajti të heshtur për 30 vjet? Dhe çfarë ndodhi kur e vërteta, pas kaq kohësh, doli në dritë? Kush e theu heshtjen në fund dhe me çfarë çmimi të tmerrshëm? Vitet e 90-ta sollën liri për Shqipërinë, por për familjen Raidi sollën vetëm një humner më të thellë dhe më të errët. Pandi vazhdoi të luante në teatr, megjithse rolet filluan të bëheshin më të vogla dhe më të rralla. Mori çmime të tjera, duke përfshirë titullin më të lartë, Artist i popullit, në vitin 1992. Në një ceremoni madhështore në Pallatin e Kongreseve ku presidenti i ri i vendit I dorëzoi medaljen para qindra njerëzve. Por në shtëpi ishte vetëm hija e njeriut që kishte qenë dikur. Lule u sëmur rënd me kancer në vitin 1994. Mjekët I thanë asaj dhe familjes se kishte një vit, ndoshta 2 nëse ishte me fat. Mirela, e cila ishte bërë edhe ajo aktore dhe luante në teatrin e kukullave, u përpoq me të gjitha forcat ta mbante familjen së bashku në këto kohë të vështira. Organizonte darka familjare çdo të diel, ftonte të gjithë, gatonte ushqime të mira, por Artan nuk vinte kurrë. Babai nuk fliste për të. Kur dikush e përmendte emrin e Artanit, pandi ndërronte temë ose dilte nga dhoma. Sikur djali I tij të mos ekzistonte fare. Por natën, kur ishte vetëm në dhomën e tij dhe I dehur nga rakia që pinte gjithnjë e më shumë, I telefononte djalit. Artan nuk përgjigjej kurrë. Vetëm dëgjonte mesazhet që mbeteshin në sekretarinë telefonike të vjetër. Zëri I babait, I thyer nga alkooli dhe nga pendimi që e hante: "Artan, të lutem, merr telefonin. Duhet të flasim. E di që bëra gabim të madh. Por ti je djali im. Gjaku im. Të lutem, mos më lër kështu." Artan I dëgjonte këto mesazhe duke qëndruar në errësirë në dhomën e tij të vogël dhe pastaj I fshinte. Çdo të vetëm. Pa asnjë përgjigje. Në vitin 1998, në një mëngjes të ftohtë shkurti, vdiq Lule. Varrimi ishte I madh dhe I rëndësishëm. Erdhën aktor të famshëm, regjisor, politikan, njerëz nga I gjithë bota kulturore.
Pandi qëndronte pranë arkivolit të hapur dhe qante me një dhimbje që dukej e vërtet dhe të thellë. Mirela e mbante për shpatull dhe ajo vetë qante. Dhe Artan? Ai qëndronte prapa, larg të gjithëve, me kostum të zi dhe me fytyrë guri që nuk tregonte asnjë emocion. Kur babai u kthye rastësisht dhe e pa, bëri një hap të ngadalë drejt tij, sikur donte të shkonte ta përqafonte. Por Artan tundi kokën ngadalë, jo. Babai u ndal në mes të rrugës mes tyre. Qëndroi atje për disa sekonda që dukën si përjetësi. Dhe pastaj u kthye përsëri te arkivoli i gruas së tij. Pas ceremonisë, kur të gjithë shkuan në shtëpi për drekë për kujtimore, Artan u kthye dhe u largua pa folur me askënd, pa ngrënë asgjë. Mirela vrapoi pas tij në rrugë. Artan, prit. Çfarë po ndodh me ty? Mama do të donte që ne të ishim familje. Ajo vuajti gjithë jetën për këtë. Artan u ndal, u kthye, e shikoi motrën me sy të lodhur dhe tha, Mirela, ti nuk e di çfarë bëri babai. Dhe unë nuk do ta them, sepse do të shkatërroj ashtu siç më shkatërroi mua. Por unë nuk do të jem më kurrë në të njëjtën dhomë me atë njeri. Mirela e kapi për krah dhe pyeti me zë të lartë, çfarë bëri? Më thuaj. Kam të drejtë ta di. Por Artan vetëm tundi kokën, e liroi krahun dhe u largua duke ecur shpejt. Vitet kaluan ngadalë dhe dhimbshëm. Pandi plakej dhe trupi i tij dobësohej. Pinte gjithnjë e më shumë, tani jo vetëm raki, por edhe verë të lirë dhe çdo gjë tjetër që mund të gjente. Ndaloi së marrë role të reja. Aktorët e rinj e shmangnin sepse thonin se ishte i pabesueshëm dhe se harronte tekstin. Në vitin 2010, gjatë një prove në teatr, ra në skenë dhe nuk mund të ngrihej. Ambulanca e çoi në spital. Mjekët ju diagnostikuan cirozë të rëndë të mëlçisë. I thanë me fjalë të qarta, nëse nuk ndaloni së pir tani, keni një vit jetë, jo më shumë. Por ai nuk ndaloi. Mirela kujdesej për të me përkushtim. E çonte te mjekët. I pagonte ilaçet dhe qiran e apartamentit. Por babai ishte gjithnjë e më i hidhur dhe i zemëruar me botën. Fliste vazhdimisht për Artanin. Ku është djali im? Pse nuk vjen? Çfarë i bëra që më urren kaq shumë? Mirela nuk dinte çfarë të përgjigjej. Një ditë, kur nuk duroi më, shkoi te Artan në shtëpinë e tij dhe e pyeti drejt për drejt, më thuaj të vërtetën. Çfarë ndodhi mes jush? Kam nevojë ta di. Dhe Artan, pas një heshtjeje të gjatë, ja tha. Gjithçka. Për aksidentin. Për burrin e vdekur. Për gënjeshtrën që kishte jetuar për 20 vjet dhe që e kishte shndërruar në një fantazmë. Mirela ulej në karrige dhe dëgjonte me gojen e hapur. Kur Artan mbaroi, ajo tha me zë të druajtur, pse nuk ja the policisë? Ai burr kishte familje. Ata meritojnë të dinë. Artan ju përgjigj me zë të lodhur, sepse isha frikacak. Sepse mendova se po mbrojta familjen. Por në të vërtetë po e mbrojta atë. Dhe ai as që e meritonte. Mirela pyeti, dhe tani? Do ta thuash tani? Artan tundi kokën. Është shumë vonë. Rasti është parashkruar sipas ligjit. Dhe ai burr është i vdekur prej 20 vjetësh. Asgjë nuk e kthen dot. Mirela u ngrit dhe tha me lot në sy, por babai po vdes. Dhe ai do të shoh ty kërkon falje. Artan e shikoi motrën në sy dhe tha me një qetësi të ftohtë, le të vdes vetëm. Ashtu siç e la atë njeri të vdiste vetëm në rrugë. Në vitin 2015, në një mëngjes marsi, Pandi Rajdi pësoi një infarkt të rëndë. Qëndroi në spital 3 muaj të plotë. Mirela ishte atje çdo ditë, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Artan nuk erdhi asnjëherë. Babai pyeste çdo ditë, ku është Artani? Pse nuk vjen? Mirela gënjente, është në turne jashtë vendit. Nuk mund të vijë tani. Por babai e dinte të vërtetën. Një ditë, kur ishin vetëm në dhomën e spitalit, ai I tha Mirelës me zë shumë të dobët, ai më urren, apo jo? Për shkak të asaj nate. Mirela ngriu. Ti e di që ai e pa? Pyeti me zë të druajtur. Babai tundi kokën ngadalë. E kam ditur gjithmonë. E pash atje duke qëndruar në hije. Por shpresoja se do të harronte. Se do të më falte një ditë. Mirela pyeti, dhe ti ja the ndonjëherë se të vjen keq? I kërkove falje? Babai tundi kokën.
Isha shumë krenar. Mendoja se do të më respektonte për forcën time. Por në vend të kësaj më uren. Dhe ka plotësisht të drejtë. Pandi Rajdi vdiq në datën 17 mars 2017. Mirela i telefonoi Artanit me zë që dridhej. Baba i vdiq. Varrimi është të enjten. Artan tha me zë të qetë, nuk do të vi. Mirela i u lut, të lutem. Bëje për mua. Për kujtimin e mamit. Për familjen. Por Artan tha, Mirela, unë nuk kam familje. Kisha një baba, por ai vdiq për mua 30 vjet më parë në atë kryqëzim. Ai njeri në arkivol është i huaj për mua. Dhe mbylli telefonin. Gazetarët pyesnin, pse djali nuk erdhi në varrim? Mirela thoshte, është çështje private familjare. Por njerëzit flisnin dhe spekulonin. Dhe e vërteta? Ajo mbeti e varrosur me Pandi Rajdin. Deri sot. Sepse vetëm tani, pas vitesh, dolën dokumente të vjetra. Dëshmi të fshehura. Regjistra policie. Dhe emri i burrit që pa gjithçka dhe heshti për 30 vjet. Çfarë ka në ato dokumente? Kush tjetër e dinte për aksidentin? Dhe pse Artan vendosi të flas pikërisht tani, kur është shumë vonë për falje dhe shumë vonë për drejtësi? Në vitin 2019, 2 vjet pas varrimit të Pandi Rajdit, në redaksinë e gazetës investigative Panorama, mbërriti një zarf i trashë me pull postare nga Durrësi, por pa adresë dërguesi të qartë. Brenda ishin fotokopje të dokumenteve mjekësore nga Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, të datuara dhjetor 1986, dhe një letër e shkruar me shkrim dore që dridhej nga mosha ose nga sëmundja. Emri i pacientit në dokumentet mjekësore ishte Petrit Kola, mësues i pensionuar, 63 vjeç. Diagnoza: trauma kraniale masive, frakturë e kafkës, gjakderdhje cerebrale, dëmtime të brendshme të shumta. Shkaku: përplasje me automjet motorik që nuk u ndal. Por kjo nuk ishte pjesa që i bëri gazetarët të ngrinë. Në faqen e fundit të dokumenteve ishte bashkangjitur një raport teknik i policisë kriminalistike që nuk ishte publikuar kurrë, dhe në të shkruante me shkrim të qartë, në rrobat e viktimës u gjetën gjurmë boje automjeti, ngjyrë e bardhë, tip Lada 105, prodhim sovjetik. Mostrat u dërguan për analizë. Rezultatet tregojnë përputhje me bojën standarde të përdorur në vitet 1980 deri 1985. Lista e automjeteve të regjistruara në Tiranë me këto karakteristika: 112 makina. Hetimi vazhdon. Por hetimi nuk kishte vazhduar. Rasti ishte mbyllur pas 6 muajsh si i pasgjidhur. Dhe letra që shoqëronte dokumentet shpjegonte pse. Ishte shkruar nga një grua që nënshkruaj si doktoresha Vera Shehu, ish kryeinfermiere e urgjencës në spitalin ku kishte vdekur Petrit Kola. Letra thoshte kështu, me fjalë të thjeshta por që mbanin peshën e një rrëfimi të vonuar 30 vjet, unë jam 80 vjeç dhe po vdes nga kanceri i pankreasit. Mjekët më kanë dhënë 3 muaj jetë, ndoshta më pak. Para se të vdes, dua të them diçka që më ka ngrënë shpirtin për 33 vjet. Atë natë, kur sollën zotëri Kolën në urgjencë, ai kishte gjurmë të qarta boje të bardhë në pallton e tij gri dhe në pantallona. Policia mori mostrat dhe i dërgoi për analizë. Por 2 ditë më vonë, një burr me kostum të zi erdhi në spital dhe më thiri në zyrë. Nuk më tha emrin, por më tregoi një letër njoftim që thoshte se ishte nga Ministria e Brendshme. Më tha se rasti ishte çështje delikate dhe se duhej të harroja gjithçka që kisha parë. Më tha se nëse flisja do të kisha probleme të mëdha, jo vetëm unë por edhe familja ime. Kisha 2 vajza të vogla atëherë. Kisha frikë. Kështu që heshta. Por tani, para vdekjes, nuk dua të marr këtë sekret në varr. Ajo boj përputhej me një Lada të bardhë me targa Tiranë 4, 7B 0326. E di sepse pash raportin para se të zhdukte. Dhe e di se kush ishte pronari i asaj makine, sepse e pash emrin në listën e policisë, Pandi Rajdi, aktori i teatrit kombëtar. Ai ishte i paprekshëm. Dhe ai njeri i varfër, Petrit Kola, u harrua si të mos kishte ekzistuar kurrë. Gazetarët e Panoramës ulën mbi dokumentet dhe nuk dinin çfarë të mendonin. Kishin në duar provën se një nga ikonat më të mëdha të artit shqiptar kishte kryer një krim dhe kishte ikur, dhe se sistemi e kishte mbrojtur me çdo mjet. Por pse kjo po dilte tani, kaq vite më vonë?
Kush kishte interes që e vërteta të dilte? Vera Shehu kishte vdekur 3 javë para se Zarfi të mbërrinte në redaksi. Kjo u konfirmua nga vajza e saj, Lindita Shehu, që jetonte në Tiranë dhe punonte si mësuese. Kur gazetarët e kontaktuan, ajo tha me zë të lodhur: "Mama kaloi muajt e fundit të jetës duke shkruar letra dhe duke renditur dokumente të vjetra që i kishte mbajtur fshehur për dekada. Më tha se donte të largohej me ndërgjegje të pastër. Më dha atë zarf dhe më tha: kur të vdes, dërgoje në këtë adresë. Mos e hap. Vetëm dërgoje." Dhe unë e bëra atë që më kërkoi. Pse Vera Shehu kishte pritur aq gjatë? Pse nuk kishte folur pas rënies së komunizmit, kur nuk kishte më frikë nga sigurimi i shtetit? Lindita shpjegoi: "Mama thoshte se edhe pas revolucionit kishte frikë. Thoshte se Raidi ishte shumë i famshëm dhe se askush nuk do ta besonte. Thoshte se do ta quanin të çmendur ose xheloze. Kështu që priti derisa të vdiste, kur nuk mund të dëmtojë më." Gazeta Panorama publikoi artikullin në maj 2019 me një titull që trondit vendin: "Vdekja e harruar, si sistemi komunist e mbrojti aktorin Pandi Raidi pas një aksidenti vdekjeprurës." Reagimi ishte eksploziv dhe i menjëhershëm. Të gjitha mediat e mëdha e ripublikuan historinë. Televizionet transmetuan debate të zjarrta ku ftoheshin ekspert, gazetar, avokat, ish polic. Familja e Petrit Kolës, që për 33 vjet kishte jetuar pa ditur kush kishte qenë përgjegjës për vdekjen e tij, doli në publik për herë të parë. Vajza më e madhe e Kolës, Drita Kola, atëherë 60 vjeçare mësuese e pensionuar që jetonte në një apartament të vogël në lagjen Kombinat, dha një intervistë për televizionin shqiptar ku foli me lot që i rrinin pa ndalur: "Gjithë jetën kemi menduar se ishte një aksident i thjesht me një shofer që kishte ikur dhe që nuk u gjet kurrë. Menduam se ishte fat i keq, asgjë më shumë. Por tani zbulojmë se ishte dikush i famshëm, dikush që e shikonim në televizor dhe që e adhuronim si hero kombëtar. Dikush që shteti e mbrojti sepse ishte i rëndësishëm për propagandën. Dhe ne, familja e një mësuesi të thjeshtë, nuk ishim askush. Babai im vdiq vetëm në rrugë, në të ftohtë, dhe askush nuk u ndëshkua. Kjo është drejtësia në këtë vend." Ajo kërkoi që rasti të rihapej, por prokurori i shtetit dha një përgjigje që i hidhëroi të gjithë: "Rasti është parashkruar sipas ligjit penal. Zoti Raidi ka vdekur. Nuk mund të ndjekësh penalisht një të vdekur. Çështja është e mbyllur ligjërisht." Drita Kola i u përgjigj me një deklaratë që u bë virale në mediat sociale: "Nëse nuk mund ta ndëshkoni, të paktën mund t'i hiqni titujt dhe nderimet që i dhanë. Mund ta hiqni nga historia si hero dhe ta vendosni atje ku i takon, si një njeri që vrau dhe iku." Dhe pastaj, për herë të parë pas vitesh heshtjeje, foli Artan Raidi. Dha një intervistë ekskluzive për gazetën Shqip, ku rrëfeu gjithçka që kishte mbajtur të fshehtë për 30 vjet. Tha se kishte qenë atje atë natë, se kishte parë gjithçka me sytë e vet, se kishte parë si babai i tij kishte goditur Petrit Kolën dhe kishte ikur pa ndaluar. Tha se kishte thirrur ambulancën dhe policin, por kur policia e kishte pyetur nëse kishte parë shoferin, ai kishte gënyer. Kishte thënë se ishte shumë errësirë dhe se nuk kishte parë asgjë të qartë. Pse kishte gënyer? Sepse ishte babai im, tha Artan me zë të thyrë. Sepse isha i ri dhe i frikësuar. Sepse mendoja se po mbrojta familjen. Por në të vërtetë po mbrojta një kriminal. Dhe ajo gënjeshtër më ka ngrënë nga brenda çdo ditë të jetës sime për 30 vjet. Nuk kam fjetur një natë të plot pa e parë atë njeri duke rënë në rrugë. Nuk kam kaluar një ditë pa u pyetur nëse duhej ta kisha thënë të vërtetën." Gazetari e pyeti: "Pse po e thoni tani, kaq vite më vonë?" Artan ju përgjigj: "Sepse babai vdiq. Sepse nuk mund të më dëmtoj më. Dhe sepse familja e zotëri Kolës meriton të di të vërtetën, edhe nëse është shumë vonë për drejtësi." Reagimi ndaj rrëfimit të Artanit ishte i ndarë dhe i ashpër. Disa i quajtën hero që kishte guximin të thoshte të vërtetën. Të tjerë e quajtën tradhtar që kishte shpifur baban e vet pas vdekjes, kur ai nuk mund të mbrojej më. Në mediat sociale shpërtheu një luftë e vërtetë mes mbështetësve dhe kundërshtarëve. Disa shkruanin: "Artan Raidi është hero i vërtetë. Duhet guxim për të thënë të vërtetën kur të gjithë të tjerët heshtin." Të tjerë shkruanin: "Artan Raidi është turp për familjen. Si mund të shpifësh baban tënd kur ai nuk është më gjallë për t'u mbrojtur? Kjo është turp kombëtar."
Mirela Raidi, motra e Artanit, dha një deklaratë të shkurtër për shtyp ku tha: "Unë e dua vëllain tim, por nuk pajtohem me atë që bëri. Babai ynë ishte njeri i madh dhe artist i madh. Bëri gabime, si të gjithë njerëzit, por nuk meriton të shpifet kështu." Kur gazetarët e pyetën nëse besonte se babai i saj kishte kryer aksidentin, ajo tha: "Nuk e di. Nuk isha atje. Por edhe nëse e bëri, ai e pagoi me vuajtje të gjithë jetën. Piu veten deri në vdekje. Vdiq i vetmuar dhe i harruar. A nuk është kjo ndëshkim i mjaftueshëm? Por a ishte vërtet kjo e gjithë historia? A ishte Pandi Raidi vërtet vetëm në atë makinë atë natë, apo kishte dikë tjetër që e dinte të vërtetën dhe që kishte heshtur gjithashtu? Dhe pse sistemi komunist e kishte mbrojtur aq me zell? A ishte vetëm sepse ishte artist i famshëm, apo kishte diçka më të thellë, diçka më të errët që lidhte Raidin me strukturat e pushtetit? Çfarë tjetër fshihej në ato dosje të vjetra që askush nuk i kishte hapur për 30 vjet? Kur historia u bë publike dhe filloi të përhapej në të gjithë vendin, njerëz që kishin njohur Pandi Raidin filluan të dilnin nga heshtja dhe të rrëfenin gjëra që kishin mbajtur të fshehura për dekada. Njëri prej tyre ishte Skënder Hoxha, 82 vjeç, ish teknik dritat i teatrit kombëtar që kishte punuar me Raidin për 25 vjet, nga viti 1965 deri në vitin 1990. Hoxha jetonte në një shtëpi të vogël pleq në Durrës, ku kalonte ditët duke lexuar gazeta të vjetra dhe duke kujtuar kohën kur teatri ishte gjithçka për të. Kur një gazetar nga Shqip shkoi ta vizitonte dhe ta pyeste për Raidin, Hoxha fillimisht nguroi, pastaj tha diçka që e ndryshoi krejtësisht drejtimin e hetimit. Raidi nuk ishte vetëm në atë makinë atë natë. Kishte dikë tjetër me të. Një grua. E pash me sytë e mi. Gazetari u habit dhe pyeti me interes të madh: "Si e dini këtë? Ku i pat?" Hoxha u mbështet në karrigen e tij të vjetër dhe filloi të rrëfente me zë të ngadaltë dhe të lodhur. Ishte në restorantin Dajti, pak para mesnatës. "Unë isha atje me gruan time, po festonim për vjetorin e martesës. Pash Raidin në një tavolinë në qoshe, ulur me një grua të re me flokë të zinj dhe shumë të bukur. Ata po pinin dhe po qeshnin, dhe duke i qartë se nuk ishin thjesht miq. Mbaheshin për dore. Ai e puthi në qafë. Ajo i foli diçka në vesh dhe ai qeshi me zë të larë. Kur dolën nga restoranti, rreth orës 1 pas mesnatës, i pash duke shkuar drejt makinës së tij, lada e bardhë që e njihnin të gjithë. Ajo i dha çelsat dhe i tha: "E dëgjova qartë sepse kalova pranë tyre, ti drejto, unë kam pirë shumë." Dhe ai mori çelsat dhe u ngjën të dy në makinë. Kjo është e vërteta që e di. Kush ishte ajo grua? Hoxha nuk e dinte emrin, por e përshkroi me detaje që e bën të lehtë identifikimin. Ishte aktore, e re, ndoshta 30 vjeç, me flokë të zinj të gjatë, sy të mëdhenj kafe dhe një zë që të mbetej në mendje. Luante në filma për luftën. Ishte e bukur si angjëll, por kishte diçka të egër në sy. Sipas përshkrimit, mund të ishte vetëm një person, Flutura Ago, aktore e njohur e asaj kohe që kishte luajtur në filmin Shokët dhe në disa shfaqje të teatrit kombëtar. Ishte 30 vjeç në vitin 1986, e bukur, me talent të madh dhe sipas thashethemeve që qarkullonin në botën e teatrit, dashnorja e fshehtë e Pandi Raidit. Lidhja e tyre ishte sekret i hapur mes aktorëve dhe teknikëve, por askush nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë sepse Raidi ishte i fuqishëm dhe mund të shkatëronte karrierën me një fjalë. Lule, gruaja e Raidit, e dinte për këtë lidhje, si mund të mos e dinte kur gjithë teatri fliste, por zgjidhte të heshte dhe të duronte, sepse çfarë mund të bënte? Të divorcoi dhe të bëhej objekt talljeje në një shoqëri ku divorci ishte turp? Të humbiste shtëpinë dhe statusin? Kështu që gëlltiti dhimbjen dhe vazhdoi të jetonte sikur asgjë nuk po ndodhte. Por nëse Flutura Ago ishte në makinë atë natë, pse askush nuk foli për të? Pse policia nuk e mori në pyetje? Pse emri i saj nuk u përmend kurrë në asnjë dokument zyrtar? Gazetarët e Panoramës u përpoqën ta kontaktonin Flutura Agon për të marrë një koment, por zbuluan se ajo kishte vdekur në vitin 2014, në moshën 58 vjeç, nga komplikime të lidhura me alkoolin dhe duhanin e rëndë. Varrimi i saj kishte qenë i qetë dhe pothuajse i zbrazët, kishin ardhur vetëm disa miq të vjetër dhe vëllai i saj që jetonte në Vlorë. Sipas vëllait, Flamur Ago, Flutura kishte kaluar vitet e fundit të jetës në një gjendje të keqe mendore dhe fizike. Pas rënies së komunizmit, ajo ndaloi së luajturi.
Thoshte se nuk kishte më frymëzim, se bota kishte ndryshuar dhe se ajo nuk kishte vend në të. Filloi të pinte shumë. Merrte pilula për të fjetur. Jetonte vetëm në një apartament të vogël dhe rrallë dilte jashtë. Njëherë, kur shkova ta vizitoja, e gjeta duke qarë në errësirë. E pyeta çfarë kishte dhe ajo më tha diçka që nuk e harrova kurrë, kam diçka të tmerrshme në ndërgjegje, Flamur. Diçka që më ha çdo ditë. Por nuk mund ta them. Nëse e them, do të shkatërohem. Pyeta çfarë ishte, por ajo tundi kokën dhe nuk foli më. Mendova se ishte paranoja nga alkooli. Por tani, kur dëgjoj për këtë aksident, mendoj se ajo e dinte. Ajo ishte atje. Flamur Ago pranoi të jepte disa nga sendet personale të motrës së tij që i kishte mbajtur pas vdekjes së saj. Mes tyre ishte një ditar i vjetër me kopertinë të kuqe të konsumuar nga koha, ku flutura kishte shkruar shënime të shpërndara gjatë viteve të 90-ta. Në një faqe të datuar dhjetor 1996, pikërisht 10 vjet pas aksidentit, kishte një shënim që e bënte të qartë se ajo e dinte gjithçka. Sot është 10 vjet nga nata që më ndryshoi jetën përgjithmonë. 10 vjet nga nata kur u bëra bashkëfajtore e një krimi. Jo, kjo nuk është e saktë. Unë nuk vreva askën. Por u lesha pranë. Pash atë njeri duke rënë. Dëgjova goditjen e tmerrshme. Dhe pastaj, kur pandi ndaloi makinën dhe zbriti, unë qëndrova brenda dhe dridhja nga frika. Ai u kthye pas disa sekondash, u ngjit në makinë dhe më tha me zë të ulët dhe të frikësuar, mos thuaj asgjë. Asgjë. Unë do ta rregulloj. Dhe unë pranova. Sepse isha frikacake. Sepse doja karrierën time më shumë se sa doja drejtësinë. Sepse mendoja se nëse flisja do të shkatërohesha. Por çfarë karriere pata në fund? Asgjë. Vetëm role të vogla dhe pastaj harres. Dhe çfarë fitova duke heshtur? Vetëm makthe që nuk më lën të fle dhe një ndërgjegje që më ha çdo ditë. Ndonjëherë mendoj se duhet ta them. Por kujt? Kush do të më besoj? Dhe çfarë do të ndryshoj? Ai njeri është i vdekur prej 10 vitesh. Familja e tij ka vuajtur dhe ka vazhduar jetën. Nëse flas tani, do t'i hap plagët përsëri. Kështu që do të vazhdoj të hesht. Dhe do të vuaj vetëm. Kur ky ditar u publikua në gazetën Panorama, reagimi ishte edhe më i fortë se hera e parë. Njerëzit ishin të tërbuar. Si ishte e mundur që dy njerëz, Artan Raidi dhe Flutura Ago, të kishin ditur të vërtetën dhe të kishin heshtur për aq vite? Si ishte e mundur që një njeri i pafajshëm të kishte vdekur dhe askush të mos kishte folur? Drita Kola, vajza e Petrit Kolës, dha një deklaratë të re ku tha me zë plot hidhërim, tani e dim se nuk ishte vetëm Raidi. Ishte edhe ajo grua. Dhe ishte edhe djali i tij që pa gjithçka. 3 njerëz e dinin dhe 3 njerëz heshtnin. Ndërsa ne, familja e babait tim, vuanim dhe pyesnim veten çdo ditë, pse? Pse na ndodhi kjo? Kush e bëri? Dhe ata jetonin jetën e tyre sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Kjo është drejtësia në këtë vend, por historia nuk mbaronte këtu. Sepse gazetarët e Panoramës morën akses në arkivat e vjetra të sigurimit të shtetit që ishin hapur pjesërisht për publikun pas vitit 2010. Dhe atje gjetën një dosje me emrin e koduar Hamleti, një emër që u zgjodh qartësisht sepse Raidi kishte luajtur atë rol me sukses të madh. Dosja tregonte se Raidi nuk ishte agent i sigurimit, nuk ishte spiun, por ishte person në mbikëqyrje dhe mbrojtje. Kjo do të thoshte se sigurimi e ndiqte lëvizjet e tij, por njëkohësisht e mbrojti nga problemet. Pse? Sepse Raidi ishte i dobishëm për regjimin. Udhëtonte shpesh jashtë vendit në turne kulturore, në Jugosllavi, në Bullgari, në Rumani, në Bashkimin Sovjetik. Takohej me diplomat, me artistë të huaj, me gazetar. Dhe ndonjëherë, kur kthehej, raportonte gjëra të vogla, kush kishte thënë çfarë, kush kishte shprehur dyshime për regjimin, kush kishte lidhje me perëndimin. Asgjë e madhe, asgjë që do ta bënte agent të vërtet, por mjaft për ta mbajtur në mbrojtje. Dhe kur shkaktoi aksidentin, sistemi e mbuloi sepse nuk donte ta humbas. Ishte shumë i vlefshëm. Në dosje kishte edhe një shënim tjetër që e bënte situatën edhe më të errët.
Në datën 15 dhjetor 1986, 2 ditë pas aksidentit, kishte një raport nga një oficer i lartë i sigurimit që thoshte, rasti i aksidentit të datës 13 dhjetor është mbyllur sipas udhëzimeve. Subjekti Hamleti është informuar se është nën mbrojtje dhe se nuk do të ketë pasoja, me kusht që të vazhdojë bashkëpunimin. Ai ka pranuar. Çështja është e mbyllur. Kjo do të thoshte se Rajdi e dinte që po mbrojej dhe se kishte pranuar të vazhdonte të jepte informacione në këmbim të mbrojtjes. Ishte një marrëveshje e heshtur, por e qartë. Dhe kjo e shpjegonte pse ai kishte jetuar me faj dhe me alkool për pjesën tjetër të jetës, sepse e dinte se kishte shitur shpirtin. Por çfarë ndodhi me flutura agon pas asaj nate? A e detyruan edhe atë të hesh, apo zgjodhi vetë të mos flasë? Dhe çfarë ndodhi me Artan Rajdin, djalin që pa gjithçka dhe që mbajti sekretin për 30 vjet? Si jetoi ai me atë barë? Dhe pse vendosi të flas pikërisht tani, kur të gjithë të tjerët ishin të vdekur dhe nuk mund të dëmtoheshin më? Në verën e vitit 2020, një vit pas publikimit të skandalit që trondit vendin, Artan Rajdi u shfaq në një teatr të vogël eksperimental në lagjen e Tiranës së Re, në një shfaqje të re të dramës Vdekja e një shitësi, nga Arthur Miller. Luante rolin e Willy Lomanit, burri që kishte jetuar gjithë jetën në gënjeshtër dhe që në fund po shembej në peshën e asaj gënjeshtre. Kritikët që shkruan për shfaqjen thanë se Artan nuk po luante, po jetonte rolin me një intensitet që ishte pothuajse i dhimbshëm për t'u parë. Një recensent shkroi në gazetën Panorama, Rajdi i ri në skenë nuk është aktor. Është njeri që po gjakos para syve tanë. Çdo fjalë që thot duket sikur po e thyen nga brenda. Kjo nuk është art, kjo është rrëfim i hapur i shpirtit. Pas një prej shfaqjeve, në një mbrëmje të ftohtë shtatori, një grua e moshuar me flokë gri dhe me një buqet trëndafilash të bardhë në dorë erdhi në dhomën e veshjeve dhe kërkoi të fliste me Artan. Kur ai doli, gruaja e shikoi për një kohë të gjatë pa thënë asgjë dhe pastaj tha me zë të qetë por plot emocion, "Zotëri Rajdi, unë jam Drita Kola. Vajza e Petrit Kolës, njeriut që babai juaj goditi dhe la të vdiste në rrugë." Artan ngriu në vend. Nuk dinte çfarë të thoshte, çfarë të bënte. Gruaja vazhdoi, "Erdha të ju falenderoj. E di se duket çuditshëm, por dua t'ju falenderoj për atë që bëtë. Për atë që thatë të vërtetën. E di se ishte e vështirë. E di se humbët shumë familjen, karrierën, respektin e shumë njerëzve. Por fal jush, ne më në fund e dim të vërtetën. Më në fund mund ta varrosim baban me qetësi, duke ditur se nuk ishte faji i tij, se nuk bëri asgjë gabim, se thjesht ishte në vendin e gabuar në kohën e gabuar." Artan ndjeu lotët duke i ardhur në sy dhe tha me zë të thyer, "Zonja Kola, unë nuk meritoj falënderime. Unë heshta për 30 vjet. Ju lash të vuanit pa ditur të vërtetën. Jam po aq fajtor sa babai im." Drita tundi kokën ngadalë dhe tha, "Jo. Ju ishit fëmijë. Ishit i frikësuar. Ishit në një situatë të pamundur ku çdo zgjedhje ishte e gabuar. Por në fund, ju gjetët guximin të flisni. Dhe kjo është më shumë se sa bën shumë të tjerë." Pastaj pyeti me zë të butë, "A ja keni falur babait tuaj?" Artan tundi kokën. "Si mund t'ja fal? Ai vrau një njeri të pafajshëm dhe iku. Dhe pastaj jetoi sikur asgjë nuk kishte ndodhur." Drita e shikoi me sy plot dhe mshuri dhe tha, "Por ai nuk jetoi sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Ju e thatë vetë, ai piu veten deri në vdekje. Vdiq i vetmuar dhe i harruar. Vuajti çdo ditë të jetës së tij. Ndoshta kjo ishte ndëshkimi i tij. Dhe ndoshta tani, për hir të vetes, duhet t'ja falësh. Jo për të, por për ty sepse urrejtja po të ha nga brenda. E shoh në sytë e tu. E shoh në çdo fjalë që thua në skenë." Artan u ul në një karrige të vjetër dhe mbuloi fytyrën me duar. "Nuk e di si t'ja falësh dikujt që ka vdekur," tha me zë të mbytur. Drita u ul pranë tij dhe tha, "As unë nuk e di. Por po përpiqem. Sepse nuk dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke u rryer. Kam humbur mjaft kohë tashmë duke vuajtur. Tani dua të jetoj në paqe." Pastaj vuri buqetën e trëndafilave në tavolinë, e puthi Artan në ballë sikur të ishte djali i saj dhe u largua në heshtje. Artan mbeti vetëm në dhomën e veshjeve dhe qau për herë të parë pas shumë vitesh, qau me tërë trupin, me tërë shpirtin, me tërë dhimbjen që kishte grumbulluar për 30 vjet.
Pas asaj nate, Artan filloi të shkonte te një terapeut. Nuk ishte e lehtë, në Shqipëri, terapia mendore ende konsiderohej tabu, diçka që bënin vetëm të çmendurit. Por ai kishte nevojë për ndihmë. Terapeuti, një grua e moshuar me përvojë të gjatë, e dëgjoi me durim dhe pastaj i tha: "Zotëri Raidi, babai juaj ju mori shumë gjëra, ju mori fëmijërinë e qetë, ju mori besimin, ju mori paqen mendore. Por ju po i jepni fuqi edhe pas vdekjes. Derisa ta urreni, ai do të vazhdojë t'ju kontrollojë nga varri. Duhet ta lini të shkojë." Artan pyeti: "Si? Si e lë të shkoj dikë që të ka shkatëruar jetën?" Terapeutja ju përgjigj, duke i thënë gjithçka që nuk ja tha të kurrë. Duke shkruar një letër ku do t'i thoni të gjitha fjalët që mbeten të pathëna. Dhe pastaj duke e djegur atë letër. Simbolikisht duke e lënë të shkojë. Artan kaloi një javë të tërë duke shkruar atë letër. Ishte 10 faqe të shkruara me dorë, me shkrim që dridhej nga emocioni. Shkroi për fëmijërinë, për shuplakën që kishte marrë kur kishte guxuar të thoshte të vërtetën, për aksidentin që kishte parë, për gënjeshtrën që kishte jetuar, për urrëtitjen që e kishte ngrënë nga brenda, për varrin ku nuk kishte shkuar, për vitet e vetmisë dhe pendimit. Shkroi për dashurinë që kishte ndjerë dikur për baban, dashurinë e një fëmije që admironte zërin e tij, talentin e tij, forcën e tij. Dhe shkroi për zhgënjimin e thellë kur kishte kuptuar se heroi i tij ishte vetëm njëri i dobët dhe i frikësuar. Fjalia e fundit e letrës thoshte: "Babi, të urrej për atë që bëre. Por po përpiqem të të fal. Jo sepse e meriton, por sepse unë meritoj paqe. Meritoj të jetoj pa këtë barë. Kështu që po të lë të shkosh. Lam tu mirë." Një mëngjes të hershëm shtatori, Artan shkoi në varrezat e Sharrës, ku ishte varrosur babai i tij. Ishte hera e parë që shkonte atje që nga varrimi. Varri ishte i lënë pas dore, guri i varrit ishte i mbuluar me myshk dhe barë të thatë, lulet e vjetra ishin tharë dhe askush nuk kishte ardhur për t'u kujdesur. Tomor, vëllai i vogël i Artanit, kishte ndaluar së ardhuri pas një viti, thoshte se nuk mund ta duronte më dhimbjen. Artan u gjunjëzua pranë varrit, nxori letrën nga xhepi, e vuri mbi gurin e ftohtë dhe e ndezi me një shkrepse. Shikoi si letra digjej ngadalë, si fjalët zhduken në tym, si era e lehtë e mëngjesit i merrte hirin larg. Dhe kur letra u bë hi, tha me zë të lartë, duke folur me baban për herë të fundit: "Prehuni në paqe, babi. Unë po përpiqem të gjej paqen time. Lam tu mirë." Por paqja nuk erdhi menjëherë. Artan vazhdoi të kishte makthe për muaj të tërë. Zgjohej në mes të natës duke parë aksidentin, duke dëgjuar goditjen, duke parë burrin duke rënë. Por ngadalë, shumë ngadalë, marrjet filluan të bëhen më të rralla. Dhe një ditë, kur u zgjua në mëngjes, kuptoi se kishte fjetur një javë të tërë pa asnjë makth. Kishte ëndërruar gjëra të zakonshme, rrugë, njerëz, dritë dielli. Asgjë të tmerrshme. Dhe kur u shikua në pasqyrë, pa një njeri që dukej pak më i lehtë, pak më i qetë. Thiri terapeutën dhe i tha: "Mendoj se po funksionon. Mendoj se po shërohem." Ajo ju përgjigj me zë të ngrohtë: "Nuk është letra që po funksionon. Jeni ju. Ju vendosët të jetoni. Dhe kjo është gjëja më e vështirë dhe më e guximshme që mund të bëjë një njeri." Artan u përpoq të rivendoste marrëdhënien me Tomorin, vëllan e tij. I telefonoi një ditë dhe tha: "Tomor, e di që të lëndova. E di që duhet ta kisha thënë të vërtetën ndryshe, privatisht, jo përpara gjithë vendit. Por nuk dija si. Isha i dëshpëruar. Të lutem, më fal." Tomor heshti për një kohë të gjatë dhe pastaj tha me zë të ftohtë: "Artan, ti më humbe në momentin kur fole në televizor. Mund të ma kishe thënë mua së pari. Mund të më kishe dhënë kohë ta përpunoja. Por jo. Ja the gjithë Shqipërisë. Dhe unë e mësova nga lajmet si një i huaj. Kjo nuk falet lehtë." Artan tha: "E di. Dhe nuk po të kërkoj të më falësh tani. Vetëm doja të dish se më vjen keq. Dhe se të dua, pavarësisht nga gjithçka." Tomor tha: "Edhe unë të dua. Por nuk mund të shoh tani. Ndoshta një ditë. Por jo tani." Dhe mbylli telefonin. Artan e dinte se kishte humbur vëllan, të paktën për tani. Por e dinte edhe se kjo ishte çmimi i të vërtetës. Dhe nuk pendohej. Sot, në vitin 2022, Artan Raidi jeton vetëm në një apartament të vogël me një dhomë në lagjen e bllokut.
Luan ndonjëherë në teatr, por nuk është më yll. Është aktori që tha të vërtetën dhe që pagoi me karrierën dhe me familjen. Por kur e pyesin nëse pendohet, ai thot pa hezitim, jo. Për herë të parë në jetë mund të fle me qetësi. Për herë të parë nuk duhet të shikoj pas shpine. Për herë të parë jam i lirë. Dhe babai? Babai ka vdekur, thot. Dhe unë, më në fund, jam gjallë. Por historia nuk mbaron plotësisht. Sepse në arkivat e teatrit kombëtar gjatë një pastrimi të fundit u gjet një kasetë e vjetër audio nga viti 1987, një vit pas aksidentit. Në të është një intervistë që një gazetar i Zërit të Popullit i kishte bërë Pandi Raidit për një artikull që nuk u publikua kurrë. Në fund të intervistës, gazetari pyet, zotëri Raidi, nëse do të kishit një pendim në jetë, cili do të ishte? Raidi heshti për një kohë shumë të gjatë, aq gjatë sa gazetari mendoi se kaseta kishte ndaluar. Pastaj, me zë të ulët dhe të thyer, tha, pendimi im më i madh është se humba djalin. Bëra diçka që ai nuk do të më fal kurrë. Dhe jam shumë krenar për t'i kërkuar falje. Kjo krenari do të më shkatërroj. Gazetari pyeti, dhe nëse do të mund t'i thoshit diçka tani, çfarë do t'i thoshit? Raidi tha, do t'i thoja, më fal. Më fal që nuk qesh babai që meritoje. Më fal që të detyrova të mbash sekretet e mia, më fal që të bëra të urrej njeriun që duhej të donte më shumë se gjithçka. Pastaj kaseta ndalet. Dhe mbetet vetëm heshtje. Kush e dërgoi atë kaset në arkiv? Kush donte që Artan ta dëgjonte? Dhe a e dëgjoi ai ndonjëherë? Apo është vetëm një tjetër sekret i varrosur në historinë e një familjeje që u shkatërrua nga një natë, një gabim, një gënjeshtër që zgjati 30 vjet? Dhe a mund t'u falin të vdekurit të gjallëve? Apo vetëm të gjallët mund t'u falin të vdekurve, dhe më e rëndësishmja, vetes? Në muajin tetor të vitit 2021, në një depo të vjetër të Ministrisë së Kulturës që po shkatërrohej për t'i bërë vend një ndërtese të re administrative, punëtorët gjetën një ark metalike të mbyllur me dry që kishte mykur nga lagështia e viteve. Brenda ishin dosje të vjetra, kontrata, letra zyrtare nga vitet 80 dhe një zarf i madh me vulë të kuqe që shkruante me shkronja të zbehura, konfidenciale, vetëm për sekretarin e parë. Kur arkivistët e hapën zarfin, gjetën një listë me 25 emra, artist, shkrimtar, regjisor, aktor, dhe pranë çdo emri kishte një shënim të shkurtër, në mbrojtje speciale, bashkëpunëtor i besueshëm, burim informacioni. Emri i Pandi Raidit ishte në krye të listës, me një shënim që thoshte, subjekt prioritar, mbrojtje e plot në çdo situatë. Por ajo që i bëri arkivistët të ngrinë ishte një dokument tjetër që ishte bashkangjitur me listën, një raport nga data 15 dhjetor 1986, i shkruar nga një zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme që nënshkruhej vetëm me iniciale. Raporti thoshte me fjalë të qarta dhe të ftohta, subjekti Hamleti ka shkaktuar incident të rënd në datën 13 dhjetor. Viktima është Petrit Kola, mësues i pensionuar, pa lidhje me strukturat e shtetit. Subjekti ka kërkuar ndihmë për mbulimin e rastit. Kam konsultuar me sekretarin e parë dhe kemi vendosur, rasti do të mbyllet si aksident me autor të panjohur. Subjekti do të vazhdoj aktivitetin e tij artistik dhe bashkëpunimin me strukturat tona. Në këmbim do të jap informacione të rregullta për kontaktet e tij me të huajt gjatë turneve jashtë vendit. Marrëveshja është e pranueshme për të dyja palët. Çështja është e mbyllur. Kjo do të thoshte se Raidi nuk ishte thjesht mbrojtur nga sistemi, ai kishte kërkuar vetë mbrojtjen dhe kishte pranuar të paguante me bashkëpunim. Ishte një marrëveshje e qartë, e shkruar, e dokumentuar. Dhe tani, 35 vjet më vonë, po dilte në drigë. Kur dokumenti u publikua nga Gazeta Shqip, reagimi ishte edhe më i ashpër se herët e mëparshme. Njerëzit nuk ishin të zemëruar vetëm për aksidentin, ishin të zemëruar për tradhtinë. Sepse tani e dinin se Raidi nuk kishte qenë thjesht viktimë e një sistemi që e kishte mbrojtur pa e ditur ai. Ai kishte qenë pjesë aktive e atij sistemi. Kishte pranuar të bashkëpunonte. Kishte pranuar të jepte informacione për kolegët e tij, për artistët e tjerë, për njerëzit që takonte jashtë vendit. Dhe në këmbim kishte marrë mbrojtje të plot për një krim që kishte kryer. Në mediat sociale shpërtheu një stuj komentesh plot zemërim dhe zhgënjim. Disa shkruanin, Raidi nuk ishte hero. Ishte tradhtar. Shiste shokët e tij për të mbrojtur veten. Të tjerë shkruanin, sa artistë të tjerë bën të njëjtën gjë.
Sa prej tyre jetuan me sekrete të tilla? Sa prej tyre janë ende gjallë dhe po heshtin? Një ish aktor i teatrit kombëtar, Agim Qiriazi, 80 vjeç, doli në një intervistë televizive dhe tha me zë plot hidhërim: "Ne e dinim se kishte njerëz që bashkëpunonin me sigurimin. Por nuk e dinim se Raidi ishte një prej tyre. Ai ishte legjenda jon. Ishte zëri që na bënte krenar. Dhe tani zbulojmë se ishte thjesht një njeri i friksuar që shiste shpirtin për të mbrojtur karrierën. Kjo është tragjedi e vërtetë." Por kush ishte K.D. zyrtari që kishte shkruar atë raport? Gazetarët filluan të hetojnë dhe zbuluan se iniciale K.D. i përkisnin Kastriot Dervishit, një zyrtar i lartë i Ministrisë së Brendshme që kishte qenë përgjegjës për monitorimin e intelektualëve dhe artistëve gjatë viteve 80. Pas rënies së komunizmit, Dervishi kishte ikur në Itali dhe kishte jetuar atje për 20 vjet. Ishte kthyer në Shqipëri në vitin 2010 dhe jetonte në një vilë të vogël në Durrës, ku kalonte ditët duke lexuar dhe duke shkruar kujtime që nuk i kishte publikuar kurrë. Kur gazetarët shkuan ta gjenin, ai fillimisht refuzoi të fliste. Por pas disa ditësh insistimi, pranoi të jepte një intervistë me kusht që të mos filmohej, vetëm audio. Në atë intervistë, Dervishi rrëfeu diçka që e bëri skandalin edhe më të thellë. "Po, unë e shkrova atë raport. Po, unë e mbrojta Raidin. Por jo sepse doja. Sepse më urdhëruan." Sekretari i parë më thiri në zyrë dhe më tha me fjalë të qarta: "Raidi është i rëndësishëm për ne. Ai është fytyra e artit socialist. Nëse ai shkon në burg, do të jetë turp kombëtar. Do të thotë se sistemi ynë prodhon kriminal, jo artist. Kështu që do ta mbrojmë. Dhe ti do ta bësh këtë." Kjo nuk ishte kërkesë. Ishte urdhër. Dhe unë e zbatova, sepse nëse nuk e bëja, do të kisha probleme të mëdha. Kështu funksiononte sistemi. Nuk kishte zgjedhje. Gazetarët e pyetën: "Por Raidi e dinte se po mbrojej? Ai kërkoi vetë ndihmën?" Dervishi tundi kokën. "Po. Ai më telefonoi në orën 4 të mëngjesit, disa orë pas aksidentit. Zëri i tij dridhej nga frika. Tha: kam bërë diçka të tmerrshme. Kam goditur një njeri me makinë dhe kam ikur. Nuk e di çfarë të bëj. Nëse policia më gjen, do të shkatërohem. Të lutem, më ndihmo." I thash: "Qetësohu. Do ta rregullojmë. Por do të ketë një çmim." Ai pyeti: "Çfarë çmimi?" I thash: "Do të vazhdosh të na japësh informacione për njerëzit që takon jashtë vendit. Do të na raportosh çdo gjë që dëgjon, çdo gjë që shikon. Dhe do të heshtësh për këtë aksident përgjithmonë." Ai pranova pa hezitim. Tha: "Do të bëj çfarë të doni. Vetëm më mbrojeni." Dhe ne e mbrojëm. Për 30 vjet. Gazetarët pyetën: "Dhe tani? Si ndiheni për atë që bëtë?" Dervishi heshti për një kohë të gjatë dhe pastaj tha me zë të lodhur: "Ndihem si një njeri i vjetër që ka bërë shumë gjëra të këqija në jetë dhe që tani po pret të vdes. Asgjë më shumë." Kur intervista u transmetua në televizionin kombëtar, Artan Raidi e dëgjoi në shtëpinë e tij të vogël dhe ndiu një dhimbje të re në gjoks. Tani e dinte me siguri se babai i tij nuk kishte qenë thjesht një njeri i dobët që kishte bërë një gabim dhe që kishte jetuar me faj. Ai kishte qenë një njeri që kishte zgjedhur të bashkëpunonte me një sistem të korruptuar për të mbrojtur veten. Kishte zgjedhur karrierën mbi drejtësinë. Kishte zgjedhur famën mbi ndërgjegjen. Dhe kishte jetuar me atë zgjedhje deri në vdekje. Artan thiri terapeutën e tij dhe i tha: "Mendoja se po shërohesha. Mendoja se po e lija të shkonte. Por tani, pas kësaj zbulese të re, ndihem sikur po filloj nga e para. Si mund t'ia falësh dikujt që jo vetëm vrau një njeri, por që pastaj tradhtoi kolegët e tij për të mbrojtur veten?" Terapeutja ju përgjigj me zë të qetë: "Artan, babai yt ishte njeri. Njerëzit bëjnë zgjedhje të këqija kur janë të frikësuar. Kjo nuk e justifikon atë që bëri, por e shpjegon. Dhe ti nuk duhet ta falësh për atë që bëri. Duhet ta falësh për atë që ishte, një njeri i dobët, i frikësuar, i humbur. Dhe pastaj duhet të vazhdosh të jetosh jetën tënde, pa e lejuar që ai të kontrollojë nga varri." Por a ishte kjo e mundur? A mund të jetojë Artan me këtë barë të re? Dhe çfarë do të thoshin njerëzit e tjerë që kishin qenë viktima të bashkëpunimit të Raidit me sigurimin?
Sa prej tyre ishin ende gjallë dhe po vuanin për shkak të informacioneve që ai kishte dhënë? Në dhjetor të vitit 2021, një grua e moshuar me emrin Liri Hoxha, 85 vjeç, ish aktore e teatrit kombëtar, doli në një intervistë për gazetën Panorama dhe rrëfeu diçka që e bëri skandalin edhe më personal dhe më dhimbshëm. Ajo tha se në vitin 1988, kur ishte në kulmin e karrierës së saj dhe po përgatitej për një turne në Francë me një grup artistësh shqiptar, u thirr papritur në zyrën e drejtorit të teatrit kombëtar dhe ju tha se nuk mund të shkonte. Kur pyeti pse, drejtori i tha me fjalë të ftohta: "Ka ardhur informacion se ti ke shprehur dyshime për sistemin ton. Ke folur me një gazetar francez dhe I ke thënë gjëra që nuk duhej t'i thoje. Kështu që nuk mund të shkosh jashtë vendit. Dhe nëse vazhdon të flasësh kështu, do të kesh probleme më të mëdha." Liri ishte e shokuar. Ajo nuk kishte folur me asnjë gazetar francez. Nuk kishte thënë asgjë negative për sistemin. Por kur kërkoi të dinte kush e kishte akuzuar, drejtori nuk I tha. Vetëm tha: "Informacioni erdhi nga një burim I besueshëm. Dhe ne I besojmë burimeve tona." Liri humbi atë turne dhe shumë mundësi të tjera pas saj. Karriera e saj filloi të rënte. Rolet u bën më të vogla, më të rralla. Dhe në vitin 1990, pak para rënies së komunizmit, ajo u largua nga teatri dhe nuk u kthye kurrë. "Gjithë jetën kam menduar se ishte fat I keq", tha Liri në intervistë. Por tani, kur lexoj për rajdin dhe për bashkëpunimin e tij me sigurimin, mendoj: a ishte ai? A ishte ai që më raportoi? Sepse ai ishte në atë turne. Ai ishte në Francë. Dhe ai më pa duke folur me një gazetar francez që më pyeti për teatrin shqiptar. Unë I thash vetëm gjëra të mira. Por ndoshta rajdi e interpretoi ndryshe. Ndoshta ai mendoi se po flisja kundër sistemit. Dhe ndoshta ai më raportoi për të mbrojtur veten, për të treguar se ishte besnik. Kur ky rrëfim u publikua, shumë artistë të tjerë të asaj kohe filluan të dilnin dhe të rrëfenin histori të ngjashme. Një regjisor I vjetër, Petrit Marku, tha se në vitin 1984 kishte humbur një rol të rëndësishëm në një film për shkak të informacioneve negative që kishin ardhur për të. Një tjetër aktore, Vera Leka, tha se në vitin 1987 kishte qenë e ftuar në një festival ndërkombëtar në Jugosllavi, por në minutën e fundit ftesa ishte anuluar pa shpjegim. Të gjithë këta njerëz tani pyesnin të njëjtën gjë: a ishte rajdi ai që I kishte raportuar? A ishte ai që kishte dhënë informacione për ta? Dhe nëse po, sa jetë kishte shkatëruar për të mbrojtur veten? Gazetarët u përpoqën të gjejnë dosjet e plota të sigurimit që do të tregonin saktësisht çfarë kishte raportuar rajdi dhe për kë. Por shumica e dosjeve ishin shkatëruar në vitet e para pas rënies së komunizmit, kur ish zyrtarët e sigurimit kishin djegur mijëra dokumente për të fshehur gjurmët e tyre. Ato pak dosje që mbetën nuk përmbanin detaje të mjaftueshme për të konfirmuar ose për të mohuar akuzat. Artan Rajdi u përball me një situatë të re dhe të dhimbshme. Njerëz që ai nuk I kishte njohur kur filluan ta kontaktonin në telefon, me letra, me mesazhe në mediat sociale dhe të kërkonin përgjigje. Disa ishin të zemëruar dhe kërkuan falje në emër të babait të tij. Të tjerë ishin thjesht të dëshpëruar dhe donin të dinin të vërtetën: a kishte qenë babai I tij ai që I kishte raportuar? A kishte qenë ai që u kishte shkatëruar karrierat? Artan nuk dinte çfarë t'u përgjigjej. Nuk kishte qenë pjesë e asaj bote. Nuk e dinte çfarë kishte bërë babai I tij saktësisht. Dhe nuk kishte akses në dosjet që do t'i jepnin përgjigje. Kështu që vendosi të bëj diçka që askush nuk e priste, thiri një konferencë për shtyp dhe foli publikisht për herë të dytë. Tha me zë të qartë dhe të vendosur: e di se shumë prej jush kërkoni përgjigje. E di se doni të dini nëse babai im ju raportoi, nëse ju dëmtoi, nëse ju shkatërroi karrierat. Dhe unë dëshiroj të mund t'ju jap ato përgjigje. Por nuk mund. Sepse nuk I di. Babai im vdiq pa më thënë asgjë për këtë. Dhe dosjet janë shkatëruar ose të fshehura. Por ajo që mund t'ju them është kjo: nëse babai im ju bëri keq, unë ju kërkoj falje në emër të tij. E di se kjo nuk e ndreqon asgjë. E di se kjo nuk ju kthen karrierat e humbura, vitet e humbura, jetët e humbura. Por është e vetmja gjë që mund të bëj. Dhe nëse ka diçka tjetër që mund të bëj për t'ju ndihmuar, për t'ju dhënë paqe, ju lutem më thoni.
Reagimi ndaj kësaj deklarate ishte i ndarë. Disa e admiruan Artan për guximin dhe për ndershmërinë e tij. Të tjerë thanë se nuk ishte e mjaftueshme, se ai nuk mund të kërkonte falje për diçka që nuk e kishte bërë vetë, se fjalët ishin të zbrazta pa veprime konkrete. Liri Hoxha, gruaja që kishte humbur turnene në Francë, dha një përgjigje që u bë virale në mediat sociale. Falenderoj Zotin Raidi për fjalët e tij. Por fjalët nuk më kthejnë karrierën. Fjalët nuk më kthejnë vitet që humba. Fjalët nuk më kthejnë ëndrat që vdiqën. Ajo që dua është e vërteta. Dua të di nëse babai i tij më raportoi. Dhe nëse po, dua që emri i tij të hiqet nga çdo vend ku është shkruar si hero. Sepse ai nuk ishte hero. Ishte tradhtar. Artan lexoi këtë përgjigje dhe ndjeu një peshë të re në shpatulla. E kuptoi se çfarëdo që të bënte, nuk do të ishte kurrë e mjaftueshme për disa njerëz. Se disa plagë ishin shumë të thella për t'u shëruar me fjalë. Se disa dhimbje ishin shumë të vjetra për t'u lehtësuar me falje. Por gjithashtu e kuptoi se nuk mund të jetonte duke u përpjekur të kënaqte të gjithë. Se duhej të jetonte me të vërtetën, edhe nëse ajo e vërtet ishte e dhimbshme dhe e paplodh. Kështu që vendosi të vazhdonte jetën e tij, të luante në teatr, të fliste me njerëzit që donin të dëgjonin, të kërkonte falje kur mund dhe të pranonte se disa gjëra nuk mund të ndreqeshin kurrë. Por një ditë, në shkurt të vitit 2022, Artan mori një telefonat nga një numër i panjohur. Zëri në anën tjetër ishte i një burri të vjetër që fliste me vështirësi, sikur çdo fjalë i kushtonte energji të madhe. Zotëri Raidi, tha zëri, unë jam Kastriot Dervishi. Burri që e mbrojti baban tuaj. Burri që shkroi atë raport. Dua të takohem me ju. Ka diçka që duhet t'ju them. Diçka që askush tjetër nuk e di. Diçka që do t'ju ndryshoj mënyrën se si e shikoni baban tuaj. Artan ngriu. Nuk e priste këtë. Nuk e donte këtë. Por gjithashtu e dinte se nuk mund ta refuzonte. Se duhej ta dëgjonte. Se duhej të dinte të vërtetën e plot, edhe nëse ajo e vërtet do ta thërriste edhe më shumë. Kështu që tha, ku dhe kur? Takimi u bë në një kafene të vogël pranë detit në Durrës, në një mëngjes të ftohtë marsi kur era e detit frynte fort dhe valët goditnin shkëmbinjt me forcë. Dervishi ishte një burr i dobët, me flokë të bardhë të rrallë, me sy të thelluar nga sëmundja, me duar që dridheshin kur mbante filxhanin e kafes. Ulën në një tavolinë në qoshe, larg të tjerëve, dhe Dervishi filloi të fliste me zë të ulët dhe të thyer. Zotëri Raidi, e di se më urreni. Kam të drejtë. Unë jam njeri që e mbrojti baban tuaj dhe që e detyroi të bashkëpunonte. Por ka diçka që nuk e dini. Diçka që nuk është në asnjë dosje, në asnjë dokument. Diçka që e di vetëm unë, sepse isha atje. Artan e shikoi me sy të ftohtë dhe tha, çfarë? Dervishi mori frym thellë dhe tha, babai juaj nuk donte të bashkëpunonte. Kur i thash se duhej të na jepte informacione në këmbim të mbrojtjes, ai fillimisht refuzoi. Tha, nuk mund ta bëj këtë. Nuk mund të tradhtoj kolegët e mi. Nuk mund të jetoj kështu. Më mirë të shkoj në burg. Por unë i thash diçka që e bëri të ndryshonte mendje. I thash, nëse nuk pranon, nuk do të shkosh vetëm ti në burg. Do të shkoj edhe gruaja jote. Sepse ajo ishte në makinë atë natë. Ajo ishte dëshmitare. Dhe sipas ligjit, ajo është bashkëfajtore. Kështu që nëse nuk pranon, të dy do të shkoni në burg. Dhe fëmijët tuaj do të mbeten jetim. Artan ndjeu si gjithçka rreth tij po rrotulloi. Çfarë po thoni? Nëna ime nuk ishte në makinë atë natë. Ishte flutura ago. Dervishi tundi kokën ngadalë. Jo. Flutura ago ishte në restorant me ta. Por kur dolën, ajo shkoi në shtëpi me taksi. Ishte e dehur dhe e lodhur. Gruaja juaj, Lule, ishte ajo që u ngjit në makinë me Raidin. Ajo ishte ajo që ishte atje kur ndodhi aksidenti. Dhe ajo ishte ajo që i tha Raidit, ik. Ik tani. Nëse na gjejnë, do të na shkatërrojnë të dy. Artan nuk mund të fliste. Nuk mund të mendonte. Gjithçka që kishte besuar për 30 vjet po shembej. Nëna e tij, gruaja e butë, e heshtur, që kishte vuajtur gjithë jetën, ajo kishte qenë atje? Ajo kishte qenë bashkëfajtore?
Dervishi vazhdoi, babai juaj e dinte se nëse nuk pranonte të bashkëpunonte, gruaja e tij do të shkonte në burg. Dhe ai nuk mund ta duronte këtë. Kështu që pranoi. Jo për veten, por për të. Për t'i mbrojtur. Për t'i dhënë mundësinë të rriste fëmijët. Kjo është e vërteta që askush nuk e di. Dhe tani ju a them juve, sepse mendoj se meritoni ta dini. Babai juaj nuk ishte hero. Por as nuk ishte monster. Ishte thjesht njeri që bëri zgjedhje të këqija për arsye që ai mendonte se ishin të drejta. Artan u ngrit nga tavolina pa thënë asnjë fjalë, pa shikuar dervishin, pa marrë xhaketën që kishte lënë në karrige. Doli nga kafeneja dhe filloi të ecë përgjatë detit, pa drejtim, pa qëllim. Ecte dhe mendja e tij ishte kaos i plodh. Nëna e tij. Gruaja që ai kishte menduar se ishte viktim. Gruaja që ai kishte menduar se kishte vuajtur pa faj. Ajo kishte qenë atje. Ajo kishte qenë pjesë e gjithçkaje. Dhe babai i tij? Ai kishte bashkëpunuar jo për veten, por për të mbrojtur. Për të mbrojtur gruan që donte. Për të mbrojtur familjen. A e bënte kjo më të mirë? A e bënte më të keqe? Artan nuk e dinte. Nuk e dinte më asgjë. Artan nuk shkoi në shtëpi për 3 ditë të plota. Fjet në një hotel të lirë pranë detit, pa ngrënë pothuajse asgjë, pa folur me askën. Vetëm shikonte drejt detit nga dritarja e dhomës së tij dhe u përpoq të kuptonte se çfarë ndjente. Zemërim? Zhgënjim? Dhimbje? Lehtësim? Gjithçka së bashku? Në ditën e 4, thiri Mirela, motrën e tij, dhe i tha, duhet të flasim. Ka diçka që duhet të dish. Takuan në një park të vogël në Tiranë, larg njerëzve, larg zhurmës. Artan i rrëfeu Mirelës gjithçka që kishte mësuar nga dervishi. Mirela e dëgjoi në heshtje dhe kur Artan mbaroi, ajo tha me zë të qetë, e dija. Artan e shikoi me sy të hapur nga befasia. Si e dije? Mirela tha, mama ma tha pak para se të vdiste. Ishte në spital në ditët e fundit. Isha vetëm me të. Dhe ajo më tha, Mirela, kam diçka që duhet të them. Diçka që kam mbajtur të fshehtë gjithë jetën. Atë natë, kur babai bëri aksidentin, unë isha me të. Isha në makinë. Dhe kur ai goditi atë njeri, unë i thash, ik. Mos ndal. Nëse na gjejnë, do të na shkatërrojnë. Kështu që ai iku. Dhe unë jetova me atë faj gjithë jetën. Jetova duke ditur se isha po aq fajtore sa ai. Por nuk mund ta thoja. Sepse nëse e thoja, do të shkoja në burg. Dhe ju, fëmijët e mi, do të mbeteshit vetëm. Kështu që heshta. Dhe vuajta. Çdo ditë. Çdo natë. Deri tani. Artan ndjeu lot duke i ardhur në sy. Pse nuk ma the mua? Pse më le të mendoja se ishte vetëm babai? Mirela tha, sepse mama më kërkoi të mos të thoja. Tha, Artani tashmë e uren baban e tij. Nëse mëson se edhe unë isha fajtore, do të më urej edhe mua. Dhe nuk dua të vdes duke ditur se djali im më uren. Kështu që premtova se nuk do ta thoja. Por tani, pas gjithë këtyre zbulimeve, mendoj se ke të drejtë ta dish. Ke të drejtë të dish të vërtetën e plodh. Artan pyeti, dhe ti? Si ndihesha duke ditur këtë? Mirela tha, ndihesha e shkatëruar. Sepse e doja mamën më shumë se gjithçka. Dhe kur mësova se ajo kishte qenë pjesë e kësaj, nuk dija çfarë të mendoja. Por pastaj kuptova se ajo ishte thjesht njeri. Njeri i frikësuar që bëri zgjedhje të këqija. Dhe që jetoi me pasojat e atyre zgjedhjeve deri në vdekje. Dhe vendosa ta fal. Jo sepse e meritonte. Por sepse unë meritoja paqe. Artan pyeti, dhe babai? A e dinte ai se ti e dije? Mirela tundi kokën. Jo. Mama nuk ja tha kur. Dhe unë nuk ja thash. Sepse çfarë do të ndryshonte? Ai tashmë po vdiste. Tashmë po vuajte. Çfarë do të arrinte duke ja thënë? Artan tha, por ai mendonte se unë e urja për diçka që kishte bërë vetëm. Nuk e dinte se unë nuk e dija të vërtetën e plodh. Mirela tha, e di. Dhe kjo është tragjedia.
që të dy, ti dhe ai, jetuam me versione të paplot të së vërtetës. Dhe kur nuk patëm mundësinë të flisnim me njëri tjetrin për të vërtetën e plotë. Sepse kur e mësove, ai kishte vdekur. Dhe kur ai donte të fliste, ti nuk doje të dëgjoje. Artan qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Pastaj tha, çfarë bëj tani? Si jetoj me këtë? Mirela tha, ashtu siç kam jetuar unë. Duke pranuar se njerëzit janë të komplikuar. Se nuk janë as të mirë plotësisht, as të këqij plotësisht. Se bëjnë zgjedhje të këqija për arsye që ata mendojnë se janë të drejta. Dhe se ne, si fëmijët e tyre, duhet të vendosim nëse do t'i urrejmë përgjithmonë, apo do t'i falim dhe do të vazhdojmë jetën tënde. Artan pyeti, dhe ti çfarë zgjodhe? Mirela tha, zgjodha të fal. Sepse urrejtja më hante nga brenda. Dhe nuk doja të kaloja pjesën tjetër të jetës sime duke u rryer. Doja të jetoja. Dhe për të jetuar, duhej të lija të shkonte. Artan shkoi përsëri te varri i babait të tij. Ishte hera e tretë që shkonte atje që nga varrimi. Varri tani ishte i pastër, dikush e kishte pastruar, kishte vënë lule të freskëta. Ndoshta Mirela. Ndoshta dikush tjetër që ende e kujtonte rajdhin me dashuri. Artan u gjunjëzua pranë varrit dhe foli me zë të ulët, babi, e mësova të vërtetën. E mësova se mama ishte me ty atë natë. E mësova se ti bashkëpunove me sigurimin jo për veten, por për të mbrojtur. E mësova se gjithçka që mendoja se dija ishte e paplotë. Dhe tani nuk e di çfarë të mendoj. Nuk e di nëse duhet të urrej më pak, apo më shumë. Nuk e di nëse duhet të fal, apo të vazhdoj të mbas zemërimin. Gjithçka që di është se jam i lodhur. I lodhur nga urrejtja. I lodhur nga dhimbja. I lodhur nga e kaluara që nuk më lë të jetoj të tashmen. Kështu që po të them këtë, po përpiqem të fal. Jo sepse e meriton. Por sepse unë meritoj paqe. Meritoj të jetoj pa këtë barë. Kështu që po të lë të shkosh. Për herë të fundit. Lam të mirë, babi. U ngrit dhe filloi të largohej. Por pastaj u ndal dhe u kthye. Shikoi varrin për një kohë të gjatë dhe tha, dhe mama? Edhe asaj po i them lam të mirë. Sepse edhe ajo ishte pjesë e kësaj. Edhe ajo bëri zgjedhje të këqija. Edhe ajo jetoi me faj. Dhe edhe asaj po përpiqem t'ia fal. Sepse ishte nën ime. Dhe pavarësisht nga gjithçka, më donte. Dhe unë e doja. Dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi në fund. Sot, në vitin 2023, Artan Rajdi jeton një jetë të qetë. Luan në teatr, por jo shpesh. Kalon kohë me miqtë e tij të pakët. Lexon shumë. Shkon shpesh në det dhe shikon horizontin. Kur e pyesin nëse pendohet që foli, ai thot, jo. Sepse e vërteta, edhe kur është e dhimbshme, është më e mirë se gënjeshtra. Edhe kur është e paplot, është më e mirë se heshtja. Dhe kur e pyesin nëse ja ka falur babait, ai thot, po përpiqem. Çdo ditë. Dhe disa ditë është më e lehtë se të tjerat. Por po përpiqem. Dhe kjo është gjithçka që mund të bëj. Historia e Pandi Rajdit nuk është vetëm histori e një aktori që bëri një gabim. Është histori e një familjeje që u shkatërrua nga sekretet. Është histori e një sistemi që mbrojti të fuqishmit dhe harroi të dobëtit. Është histori e zgjedhjeve të këqija që bëhen nga frika, nga dashuria, nga dëshpëria. Dhe është histori e faljes që vjen shumë vonë, por që vjen gjithsesi. Sepse në fund, çfarë tjetër na mbetet përveç faljes? Çfarë tjetër na lejon të jetojmë me të kaluarën dhe të shikojmë drejt të ardhmes? Çfarë tjetër na jep paqe kur gjithçka tjetër ka dështuar? Dhe pyetja që mbetet është kjo, a mund t'u falim të vdekurve? A mund t'u falim vetes për zgjedhjet që bëm? A mund të jetojmë me të vërtetën, edhe kur ajo e vërtet na thyen? Apo do të vazhdojmë të jetojmë me gënjeshtra, me sekretet, me heshtjen që na ha nga brenda derisa të mos mbetet asgjë? Përgjigja është e ndryshme për secilin. Por për Artan Rajdin, përgjigja është e qartë, e vërteta, pavarësisht sa e dhimbshme, është e vetmja rrugë drejt lirisë. Dhe falja, pavarësisht sa e vështirë, është e vetmja rrugë drejt paqes.
Në prill të vitit 2024, gati 3 vjet pas zbulimit të parë që trondit vendin, në arkivat e Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit u gjet një dosje që askush nuk e priste, një dosje e vogël, e konsumuar nga koha, me një etiket të verdhur ku shkruhej me shkrim dore: Operacioni mbrojtje, subjekti Hamleti, dokumentacion plotësues. Brenda ishin letra të shkëmbyra mes zyrtarëve të lartë të sigurimit të shtetit, raporte mjekësore dhe diçka që e bëri historinë edhe më të errët, një listë me emrat e njerëzve që Pandi Rajdi kishte raportuar gjatë viteve 80. Lista kishte 23 emra. Disa ishin të njohur, aktor, shkrimtar, regjisor që kishin humbur karrierat në mënyrë të papritur. Të tjerë ishin të panjohur, njerëz të thjeshtë që kishin pasur fat të keq të takohen me Rajdin në turne jashtë vendit dhe të flisnin hapur për ëndrat e tyre për liri. Pranë çdo emri kishte një shënim të shkurtër: shprehu dyshime për sistemin, raportuar nga subjekti Hamleti, kërkoi azil politik, raportuar nga subjekti Hamleti, kontakt me gazetar perëndimor, raportuar nga subjekti Hamleti. Kjo listë nuk ishte thjesht dokument historik. Ishte dëshmi e një tradhtie sistematike që kishte zgjatur për më shumë se një dekadë. Ishte prova se Pandi Rajdi nuk kishte qenë thjesht një njeri i dobët që kishte bërë një gabim dhe që kishte pranuar të bashkëpunonte për të mbrojtur familjen. Ai kishte qenë bashkëpunëtor aktiv që kishte dhënë informacione për dhjetëra njerëz, duke ditur saktësisht se çfarë do t'u ndodhte atyre. Dhe çfarë u ndodhi? Disa humbën punën. Disa u dërguan në kampe pune. Disa u burgosën. Dhe disa zhduken plotësisht nga jeta publike, sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Kur lista u publikua nga gazeta Panorama, reagimi ishte shpërthyes dhe i menjëhershëm. Familjet e atyre që ishin në listë dolën në publik dhe kërkuan drejtësi. Një prej tyre ishte Agron Shehu, djali i një shkrimtari të njohur që quhej Skënder Shehu dhe që kishte qenë në listën e Rajdit. Agron, tani 60 vjeç, dha një intervistë për televizionin kombëtar ku rrëfeu me lot në sy: babai im ishte shkrimtar i talentuar që shkruante poezi dhe tregime të bukura. Në vitin 1988, ai shkoi në një turne kulturore në Bullgari me një grup artistësh shqiptar. Pandi Rajdi ishte pjesë e atij grupi. Një mbrëmje, pas një shfaqjeje, babai im dhe Rajdi ulën në një bar dhe pinë raki së bashku. Babai im, i dehur dhe i lodhur, i tha Rajdit diçka që e ndryshoi jetën e tij përgjithmonë. I tha: ndonjëherë mendoj se do të ishte më mirë të jetoja në Perëndim, ku mund të shkruaj çfarë dua pa frikë. Kjo ishte gjithçka. Një koment i thjesht, i bërë nga një njeri i dehur që ëndërronte për liri. Por Rajdi e raportoi. Dhe kur babai im u kthye në Shqipëri, u thirr në sigurimin e shtetit dhe u akuzua për tendenca antishtetërore. E humbën punën në revistën letrare ku punonte. E ndaluan të publikonte. Dhe për 10 vjet të ardhshëm, deri në rënien e komunizmit, jetoi si fantazm, pa punë, pa të ardhura, pa shpresë. Vdiq në vitin 1995, i varfër dhe i harruar. Dhe gjithë këtë kohë, ne nuk e dinim pse. Nuk e dinim kush e kishte tradhtuar. Tani e dim. Ishte Pandi Rajdi, burri që babai im e konsideronte mik. Historia e Agron Shehut ishte vetëm një nga dhjetëra të tjera që filluan të dalin në dritë. Çdo emër në atë listë kishte një histori tragjike pas tij. Çdo raportim i Rajdit kishte shkatëruar një jetë, një familje, një ëndër. Dhe tani, 36 vjet më vonë, viktimat dhe familjet e tyre kërkonin jo vetëm të vërtetën, por edhe drejtësi simbolike. Kërkuan që emri i Pandi Rajdit të hiqej nga çdo vend ku ishte shkruar si hero kombëtar. Kërkuan që titulli artist i popullit të hiqej pas vdekjes. Kërkuan që statuja e tij e vogël që qëndronte në hyrjen e teatrit kombëtar të largohej. Dhe kërkuan që historia e vërtet e tij të mësohej në shkolla, jo si shembull heroi, por si shembull tradhtie. Ministria e Kulturës u përball me presion të madh. Pas muajsh debatesh të zjarrta, në shtator të vitit 2024, u mor një vendim historik: titulli artist i popullit ju hoq Pandi Rajdit pas vdekjes. Ishte hera e parë në historinë e Shqipërisë që një titull i tillë hiqej. Statuja e tij u largua nga teatri kombëtar dhe u vendos në një depo, ku priste të vendosej nëse do të shkatërohej apo do të ruhet si dëshmi historike. Dhe emri i tij u hoq nga lista e artistëve të mëdhenj që shfaqej në hyrjen e Pallatit të Kulturës. Artan Rajdi dëgjoi për këtë vendim ndërsa ishte në provë në teatrin e vogël ku punonte.
Kur mbaroi prova, u ul vetëm në skenën e zbrazët dhe qëndroi atje për një kohë të gjatë pa lëvizur. Nuk ndjeu triumf. Nuk ndjeu lehtësim. Ndjeu vetëm një lloj trishtimi të thellë dhe të lodhur. Sepse e dinte se ky vendim nuk e kthente asgjë. Nuk i kthente karrierat e humbura. Nuk i kthente jetët e shkatëruara. Nuk i kthente vitet e vuajtjes. Ishte thjesht një gjest simbolik që vinte shumë, shumë vonë. Por gjithashtu e dinte se ishte i nevojshëm. Sepse historia duhej të shkruhej me të vërtetën, jo me gënjeshtra. Sepse heronjtë e rem duhej të zbuloheshin, edhe nëse kjo do të thoshte të shkatërroje kujtimin e tyre. Sepse e vërteta, pavarësisht sa e dhimbshme, ishte e vetmja rrugë drejt shërimit kolektiv. Por a ishte kjo fundi i historisë? A kishte ende sekrete të fshehura? A kishte ende njerëz që dinin diçka dhe që heshtnin? Dhe çfarë do të ndodhte me Artan Raidhin, burrin që kishte thyer heshtjen dhe që tani jetonte me pasojat e asaj zgjedhje? A do të gjente ai paqen që kërkonte? Apo do të vazhdonte të mbante barën e një familjeje që ishte shkatëruar nga sekretet, gënjeshtra dhe tradhtia? Në dhjetor të vitit 2024, në përvjetorin e 38 të aksidentit që kishte ndryshuar gjithçka, Artan Raidhi organizoi një ceremoni përkujtimore në kryqëzimin ku kishte ndodhur tragjedia. Ftoi familjen e Petrit Kolës, gazetar, aktivist të drejtave të njerëzit, dhe njerëz të thjeshtë që donin të nderonin kujtimin e një njeriu të pafajshëm që kishte humbur jetën për shkak të një gabimi të tmerrshëm dhe të një sistemi që kishte zgjedhur të mbrojë kriminalin në vend të viktimës. Vuri një pllakë përkujtimore në trotuarin ku kishte rënë Petrit Kola. Në të shkruaj me shkronja të thjeshtë por plot kuptim, këtu, në datën 13 dhjetor 1986, humbi jetën Petrit Kola, mësues i nderuar dhe njeri i mirë. U godit nga një makinë dhe u braktis në rrugë. Për 37 vjet, e vërteta u fsheh. Sot, më në fund, e kujtojmë me respekt dhe kërkojmë falje për heshtjen që zgjati shumë gjallë. Ceremonia ishte e thjeshtë dhe e qetë. Artan foli me zë të ulët dhe të qartë, Zoti Kola nuk ishte i famshëm. Nuk ishte artist. Nuk ishte politikan. Ishte thjesht një njeri i mirë që ishte në vendin e gabuar në kohën e gabuar. Dhe për këtë pagoi me jetën. Por edhe pas vdekjes, vuajti. Sepse e vërteta u fsheh. Drejtësia u mohua. Dhe familja e tij jetoi 37 vjet pa ditur kush e kishte vrarë dhe pse askush nuk ishte ndëshkuar. Sot, më në fund, e dim të vërtetën. Dhe sot, më në fund, ne si shoqëri pranojmë, bëm gabim. Heshëm kur duhej të flisnin. Mbrojtëm të fuqishmit dhe harruam të dobëtit. Por nuk do ta bëjmë më. Sepse kujtimi i Zotit Kola dhe i të gjithë viktimave të tjera të sistemit na kujton, heshtja vredh. E vërteta shpëton. Dhe drejtësia, edhe kur vjen vonë, ka vlerë. Pas ceremonisë, Drita Kola, vajza e Petrit Kolës, u qasur të Artan dhe e përqafoi fort. Faleminderit, tha ajo me zë të thyrë nga emocioni. Faleminderit që nuk u dorëzuat. Faleminderit që thatë të vërtetën edhe kur ishte e vështirë. Faleminderit që i dha të babait tim dinitet që sistemi ja mohoi. Artan tha me zë të ulët, unë nuk bëra mjaft. Heshta për 30 vjet. Ju lash të vuanit pa ditur. Drita tundi kokën. Por në fund folt. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Jo kur por që e bëtë. Pastaj pyeti, si jeni ju? Si po jetoni me gjithë këtë? Artan u përgjigj me sinqeritet, disa ditë janë më të lehta se të tjerat. Disa ditë ndihem sikur po shërohem. Disa ditë ndihem sikur po fundosem përsëri. Por po vazhdoj. Sepse çfarë tjetër mund të bëj? Pas ceremonisë, Artan u kthye në shtëpinë e tij të vogël dhe gjeti një zarf të bardhë që dikush e kishte lënë në nder. Brenda ishte një letër e shkruar me shkrim dore të qartë dhe të kujdesshëm. Letra thoshte, i nderuar Zotëri Raidhi, unë jam flutura Ago. Po, ajo flutura Ago që mendoni se ka vdekur në vitin 2014. Por nuk kam vdekur. Vdekja ime ishte e rreme, e organizuar nga unë vetë për të ikur nga e kaluara që më ndjek. Jetoj tani në një fshat të vogël në jug të Shqipërisë, në një emër tjetër, me një jetë tjetër. Askush nuk më njeh. Askush nuk më kërkon. Dhe kështu doja të mbetej. Por kur lexova për ceremoninë tuaj, kur lexova për guximin tuaj për të thënë të vërtetën, kuptova se nuk mund të hesht më.
Duhet t'ju them diçka që askush tjetër nuk e di. Diçka që do t'ju ndryshoj mënyrën se si e shikoni gjithë këtë histori. Atë natë, në datën 13 dhjetor 1986, unë nuk shkova në shtëpi me taksi. Kjo ishte gënjeshtra që i thash policisë kur më morën në pyetje. E vërteta është se unë ngjita në makinë me Pandi Raidhin dhe me Lule, gruan e tij. Të tre ishim të dehur. Të tre ishim të lodhur. Dhe kur Pandi goditi atë njeri, të tre pam. Të tre dinim. Dhe të tre zgjodhëm të heshnim. Lule tha, ik, Pandi. Ik tani. Nëse na gjejnë, do të na shkatërrojnë të gjithëve. Dhe unë nuk thash asgjë. Vetëm u ula në sediljen e pasme dhe mbajta gojen. Kur arritëm në shtëpi, Lule më tha, nëse flet do të shkatërrojmë. Do të them se ti ishe ajo që drejtonte. Se ti e godite atë njeri. Se ti e fajtorja. Dhe unë e besova. Kështu që heshta. Për 30 vjet. Dhe jetova me atë faj çdo ditë. Tani, para se të vdes vërtet, dua t'ju them, nëna juaj nuk ishte viktime e pafajshme. Ajo ishte bashkëfajtore aktive. Ajo e detyroi baban tuaj të ikë. Ajo më kërcënoi mua të hesht. Dhe ajo jetoi me atë sekret deri në vdekje. Kjo është e vërteta që meritoni ta dini. Mos më kërkoni. Nuk do të më gjeni. Por dija se dikush tjetër e di të vërtetën. Dhe se e vërteta, pavarësisht sa e dhimbshme, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra. Me respekt, flutura Ago. Artan lexoi letrën 3 herë. Pastaj e vuri ngadalë mbi tavolinë dhe u ul në errësirë. Nuk ndjeu zemërim. Nuk ndjeu befasi. Sepse thellë brenda e kishte ditur gjithmonë se kishte diçka më shumë. Se historia që i kishin thënë nuk ishte e plotë. Se nëna e tij, gruaja e butë dhe e heshtur që ai kishte menduar se ishte viktim, kishte qenë diçka më shumë. Kishte qenë bashkëfajtore. Kishte qenë manipuluese. Kishte qenë ajo që kishte mbajtur familjen së bashku duke fshehur sekretet, duke kërcënuar, duke kontrolluar. Dhe baba i tij? Ai kishte qenë i dobët, i friksuar, i manipuluar. Kishte bërë gabim të tmerrshëm, por pastaj kishte jetuar nën kontrollin e gruas që e kishte detyruar të heshë dhe të bashkëpunonte me sistemin për ta mbrojtur. Artan thiri Mirela dhe ja lexoi letrën. Mirela e dëgjoi në heshtje dhe pastaj tha me zë të lodhur, e dija se kishte diçka më shumë. Mama ishte shumë e fortë. Shumë më e fortë se sa dukej. Dhe babai ishte shumë i dobët. Shumë më i dobët se sa mendonte. Artan pyeti, çfarë bëjmë tani? E publikojmë këtë? Mirela tundi kokën. Jo. Sepse çfarë do të ndryshoj? Të dy janë të vdekur. Të dy kanë vuajtur. Të dy kanë paguar. Le t'i lem të prehin. Le ta lem historinë të mbyllet. Artan tha, por e vërteta, Mirela e ndërpreu, e vërteta është se ishin njerëz të dobët që bën zgjedhje të këqija në një sistem të tmerrshëm. Dhe ne, si fëmijët e tyre, duhet të vendosim nëse do të vazhdojmë të hapim plag, apo do t'i lem të shërohen. Unë zgjedh shërimin. Çfarë zgjedh ti? Artan mendoi për një kohë të gjatë. Pastaj tha, zgjedh të njëjtën gjë. Zgjedh shërimin. Zgjedh paqen. Zgjedh të lë të shkoj. Dhe e dogji letrën në zjarrin e sobës, duke shikuar si fjalët zhduken në tym dhe hi. Dhe kur letra u bë hi, tha me zë të ulët, lam të mirë, mama. Lam të mirë, babi. Lam të mirë, e kaluara. Tani dua të jetoj të tashmen. Në mars të vitit 2025, gati një vit pas ceremonisë përkujtimore, Artan Raidhi u ftua të luante në një shfaqje të re në teatrin kombëtar, teatrin ku babai i tij kishte shkëlqyer për dekada. Ishte hera e parë që hynte në atë ndërtesë që nga vdekja e babait. Kur hyri në skenë për provën e parë, ndjeu një peshë të çuditshme në gjoks. Këtu kishte qëndruar babai i tij. Këtu kishte marrë duartrokitje. Këtu kishte jetuar momentet e tij më të mëdha. Dhe këtu kishte filluar rënja e tij, sepse fama që kishte fituar këtu e kishte bërë të paprekshëm, dhe paprekshmëria e kishte bërë arrogant, dhe arroganca e kishte çuar në gabimin që e kishte shkatëruar. Regjizori i shfaqjes, një grua e re me talent të madh, i tha Artanit, e di se është e vështirë për ju të jeni këtu. Por dua t'ju them diçka,
ju nuk jeni babai juaj. Ju jeni Artan Raidi. Dhe keni talentin tuaj, zërin tuaj, historin tuaj. Mos e lejoni të kaluarën t'ju përkufizoj. Krijoni të ardhmen tuaj. Artan e falenderoi dhe filloi të punonte. Shfaqja u hap në maj të vitit 2025. Salla ishte plot. Erdhën kritik, gazetar, njerëz të thjeshtë që donin të shihnin djalin e Pandi Raidit duke luajtur në skenën ku babai i tij kishte qenë legjendë. Kur Artan hyri në skenë, një heshtje e thellë zbriti mbi publikun. Dhe kur filloi të fliste, zëri i tij, i thellë, i pasur, plot me ngjyrime emocionale, mbushi sallën me një fuqi që nuk ishte parë prej vitesh. Luajti me një intensitet që ishte i vërtet dhe i dhimbshëm. Luajti jo si babai i tij, por si vetja e tij. Dhe kur shfaqja mbaroi, publiku qëndroi në këmbë dhe duartrokiti për 5 minuta të plota. Një kritik shkroi në gazetën Panorama, Artan Raidi nuk është hija e babait të tij. Është drita e vet dhe ajo dritë shkëlqen më fort se çdo gjë që kemi parë prej vitesh. Një tjetër kritik shkroi, Raidi i ri ka bërë diçka që babai i tij nuk e bëri kurrë, ka jetuar me të vërtetën. Dhe ajo e vërtet e ka bërë artist më të madh se sa do të ishte ndonjëherë nëse do të kishte heshtur. Pas shfaqjes, Artan u qasur nga një burr i vjetër me mjekër të bardhë dhe sy të thellë. Zotëri Raidi, tha burri, unë jam Agron Shehu. Djali i shkrimtarit që babai juaj e raportoi në vitin 1988. Artan ngriu. Nuk e priste këtë. Nuk e donte këtë. Por burri vazhdoi me zë të qetë, erdha të ju them diçka. Erdha të ju them se ju falenderoj. Falenderoj që thatë të vërtetën. Falenderoj që nuk heshët si babai juaj. Falenderoj që na dhatë mundësinë të dim çfarë ndodhi me baballarët tanë, me nënat tona, me jetët tona. Dhe dua t'ju them edhe diçka tjetër, ju nuk jeni përgjegjës për atë që bëri babai juaj. Ju jeni përgjegjës vetëm për atë që bëni ju. Dhe ajo që keni bërë është e admirueshme. Keni guxim. Keni ndershmëri. Keni talent. Dhe keni të ardhme të shkëlqyer. Mos e lejoni të kaluarën t'ju ndaloj. Vazhdoni të jetoni. Vazhdoni të krijoni. Vazhdoni të jeni ju. Artan ndjeu lot duke i ardhur në sy. Faleminderit, tha me zë të thyer. Faleminderit që erdhët. Faleminderit që folt. Faleminderit që nuk më urreni. Agron tundi kokën. Si mund t'ju urrej? Ju nuk bëtë asgjë. Ju vetëm thatë të vërtetën. Dhe e vërteta, pavarësisht sa e dhimbshme, është gjithmonë e mirë pritur. Pastaj e përqafoi Artan dhe u largua në heshtje. Sot, në vitin 2025, Artan Raidi jeton një jetë që është ndryshme nga ajo që kishte imagjinuar. Nuk është hyll i madh. Nuk është i famshëm si babai i tij. Por është i lirë. I lirë nga sekretet. I lirë nga gënjeshtra. I lirë nga heshtja që e kishte ngrënë për 30 vjet. Luan në teatr. Jep intervista për historinë e familjes së tij, jo për të glorifikuar, por për të mësuar. Flet në shkolla për rëndësinë e të vërtetës, të drejtësisë, të guximit për të folur edhe kur është e vështirë. Dhe çdo vit në datën 13 dhjetor shkon te pllaka për kujtimore e Petrit Kolës dhe vë lule të freskëta. Ndonjëherë shkon vetëm. Ndonjëherë shkon me Mirela. Dhe ndonjëherë shkon me Drita Kola, gruaja që e ka falur për heshtjen e tij të gjatë dhe që e ka pranuar si pjesë të familjes së saj të zgjeruar. Kur e pyesin nëse pendohet që foli, ai thot pa hezitim, jo. Asnjëherë. Sepse e vërteta, pavarësisht sa e dhimbshme, është e vetmja rrugë drejt lirisë. Dhe unë, për herë të parë në jetë, jam i lirë. Dhe kur e pyesin nëse ja ka falur babait, ai thot, po përpiqem. Çdo ditë. Dhe disa ditë është më e lehtë se të tjerat. Por po përpiqem. Dhe kjo është gjithçka që mund të bëj. Historia e Pandi Raidit dhe e familjes së tij nuk është vetëm histori e një aktori që bëri gabime të mëdha. Është histori e një kombi që jetoi në një sistem që shtypi të vërtetën, që mbrojti të fuqishmit dhe që harroi të dobëtit. Është histori e zgjedhjeve të vështira që njerëzit bëjnë kur janë të frikësuar, kur janë të dëshpëruar, kur nuk shohin rrugë tjetër. Është histori e sekreteve që han familjet nga brenda. Dhe është histori e faljes që vjen shumë vonë, por që vjen gjithsesi, sepse pa falje nuk ka shërim, nuk ka paqe, nuk ka të ardhme.
Pandi Rajdi vdiqi vetmuar, i harruar, i shkatëruar nga alkooli dhe nga faji që e ndjek deri në frymën e fundit. Por kujtimi i tij jeton, jo si hero, por si shembull i asaj që ndodh kur zgjedhim karrierën mbi ndërgjegjen, famën mbi drejtësinë, heshtjen mbi të vërtetën. Lule Rajdi vdiq duke mbajtur sekretet e saj deri në fund, duke u përpjekur të mbrojë familjen edhe me çmimin e të vërtetës. Dhe Artan Rajdi jeton duke u përpjekur të shërojë plagët që prindërit e tij i lanë, duke u përpjekur të jetojë me të vërtetën që ata e fshenin, duke u përpjekur të krijojë një të ardhme që nuk përsërit gabimet e së kaluarës. Familja e Petrit Kolës më në fund ka paqe. Jo paqe të plotë, sepse asgjë nuk mund ta kthejë atë që humbi. Por paqe të mjaftueshme për të jetuar pa pyetjen që i hante çdo ditë. Pse? Pse ndodhi kjo? Kush e bëri? Dhe pse askush nuk u ndëshkua? Tani e din. Dhe edhe pse drejtësia erdhi shumë vonë, erdhi gjithsesi. Dhe kjo ka vlerë. Dhe ju, që po dëgjoni këtë histori, çfarë mendoni? A ishte Pandi Rajdi viktimë e një sistemi që e detyroi të bashkëpunonte, apo kriminal që zgjodhi të tradhtoi për të mbrojtur veten? A ishte Lule Rajdi grua e dobët që u manipulua, apo manipuluese që kontrolloi të gjithë rreth saj? A ishte Artan Rajdi hero që tha të vërtetën, apo tradhtar që shpifi familjen e vet? Dhe më e rëndësishmja, a mund të falim ata që na gënjyen? A mund të falim veten për zgjedhjet që bëm? A mund të jetojmë me të vërtetën, edhe kur ajo na dhem? Shkruani mendimet tuaja në komente. Na tregoni nëse e mbani mend Pandi Rajdin. Nëse e pat në sken. Nëse keni histori të ngjashme nga familja juaj, nga fshati juaj, nga jeta juaj. Sepse çdo histori ka rëndësi. Çdo kujtim ka vlerë. Çdo zë duhet të dëgjohet. Vendosni like nëse mendoni se e vërteta duhet të dalë gjithmonë, edhe kur vjen vonë dhe edhe kur dhem. Dhe abonohuni, sepse javën tjetër do t'ju sillim një histori tjetër, histori të një tjetër legjende që jetoi në gënjeshtër, që u adhurua nga populli, por që fshite sekretet e errëta që tani, më në fund, po dalin në dritë. Faleminderit që ishit me ne. Dhe mbani mend, e vërteta ndoshta nuk ju çliron menjëherë. Por ju jep mundësinë të jeni të lirë. Dhe kjo është më shumë se sa shumica prej nesh do të marrin ndonjëherë. Jetoni me të vërtetën. Flisni me guxim. Dhe mos lejoni që sekretet e së kaluarës t'ju vjedhin të ardhmen. Sepse e ardhmja është e juaja. Dhe vetëm ju mund ta krijoni.